Super, atëherë. The next level. Arsyeja pse ne kemi quajtur këtë masterclass The Next Level është sepse ne vazhdimisht në jetën tonë duam që të kalojmë në nivele të tjera. Jam e bindur që fakti që ti je te ky masterclass do të thotë që ti do të bësh më shumë për veten tënde, do të arrish më shumë gjëra për për qëllimet e tua, qoftë financiare, qoftë personale, por jam e bindur që të gjithë që jemi këtu jemi më shumë për para. Doam të mësojmë se si të bëjmë lek dhe këtë gjë do ta mësojmë sot edhe nesër ja u garantoj. Do të thënë do dilni me shumë informacione nga këto. Unë po e çaktivizoj chatin për disa minuta që të jemi të përqendruar këtu dhe shpeshherë sa herë që ka pyetje do ta aktivizoj. Okej. Vazhdojmë pra. Pse je këtu sot? Ke dëgjuar për njerëz që kanë fituar para me Forex ose me kripto, por ti nuk di se si t'ja fillosh. Pra, ka material edhe informacion vazhdimisht në rrjetet sociale, në internet, që na kemi dëgjuar për kripto, për investimet, por a bini dakord që ndoshta ka shumë njerëz që thonë këto janë shumë gjëra të vështira. Këto nuk i mësoj dot unë, nuk janë për mua. Nuk e di nëse do mundesha t'i bëja apo t'i realizoja ndonjëherë. Më shkruani. A ju duken shumë të vështira tregje financiare, forex, kripto? Ndoshta ka disa njerëz që ju duken dhe të pasigurta. Ke provuar vetë por pa rezultat. Pra ka shumë njerëz që kanë provuar të futen në tregje financiare në mënyrë autodidakte apo qoftë nëse i është rekomanduar, keni dëgjuar lart e poshtë për kripto dhe keni tentuar të investoni, por fakti që nuk keni patur udhëzimin e duhur edhe gjithashtu drejtimin e duhur mund të mos ketë rezultuar kaq shumë mirë. Interfero zeri, nuk e di se cili është problemi për interferimin e zerit. Me lejoni pak të shikoj një setting këtu. Unë nga ana ime teknike jemi shumë mirë, okay. Ke frikë se mund të humbasësh para dhe kjo frikë të kushton mundësi çdo ditë. Pra njerëzit hynë sepse janë lakmitar, edhe e dyta nuk hynë sepse kanë frikë se mos humbasin para. Kur në fakt me edukimin e dur edhe me orientimin e dur mbi tregje financiare, të gjitha këto mund të shmangen. Të vështira nga që nuk ka informacion për ata. Jam shumë dakord Kida, sepse nuk është se është informacion i gjerë dhe ne këtë po përpiqemi të bëjmë në këtë masterclass, jo vetëm të japim informacion, por të japim dhe një, le të themi, udhëzim për njerëzit. Nuk je i sigurt se kujt duhet i besosh, tregu është plot me ekspert, por pa rezultat. Për gjatë këtij masterclassi do flasin disa persona të kualifikuar, edhe do doja ju domosdoshmërisht të na dëgjoni ne, por të bëni kërkimet tuaja, sepse kriptoja, forex dhe tregja financiare në përgjithësi janë e ardhmja. Sonte do të japim përgjigje për çdo pyetje edhe do bësh hapin e parë para se të largohesh. Folësit e masterclassit ditën e parë do jem unë, të prezantoj pak veten time. Unë quhem Elena Demçe, kam 5 vjet në këtë biznes, në forex edhe në biznesin e rrjeteve sociale. Pra merrem me investime, afatgjata afat shkurtra, merrem me kripto, merrem me day trading, jam një trader gjithashtu. Jam specialiste në tregtim, branding dhe investime afatgjata. Pas meje do kem kënaqësinë të ftoj Ina Kajmakun. Ina është eksperte në kripto dhe investime, e cila do ju flas për sa i përket fillimeve tuaja në kripto. Ka ndihmuar qindra njerëz të fillojnë rrugtimin e tyre. Edhe gjithashtu, Jori është një vajzë e mrekullueshme dhe një vajzë dhe eksperte gjithashtu në tregun e kriptomonedave, me mbi 6 vite eksperiencë në kripto dhe DeFi, Decentralized Finance, nga zero në portofol, me shumë të ardhura dhe gjithashtu ka krijuar milionin e saj në kripto, vlem për tu përmendur, pra milionin e parë në kripto. Ditën e dytë, pra nesër, sepse ky masterclass është 2 ditor, do jemi sot edhe nesër së bashku në të njëjtën orë.
Kemi të ftuar Marsid Hila. Marsidi është një trader i licencuar, bën analiza teknike, është i specializuar në risk management dhe strategji personale tregtimi. Marsidi është një ekspert në fushën e vet, edhe unë mendoj personalisht që çdo kush nëse ka paqartësi apo pasiguri për sa i përket investimeve, duhet ta dëgjoj domosdoshmërisht Marsidin dhe ditën e nesërme nuk duhet ta humbisni, nuk e di. Nëse ju qan fëmia, nëse ju ka dalë diçka e papritur, duhet t'i bëni gjitha pauzë, edhe sot, nesër të jeni këtu, fokus. Gjithashtu unë me Jori nesër do prezantojmë programin BMM, nga zbulimi programi Beyond Mind Mastery, Beyond Mind Money Minds, çfarë përfshin, si funksionon dhe cila është rruga më e shpejtë drejt rezultateve. Do kemi gjithashtu dhe bonuse ekskluziv, oferta speciale vetëm për pjesëmarrësit e masterclassit. Çfarë do të mësosh sot edhe nesër? Sot së bashku ne do hymë në tregun e Forex. Çfarë është Forex? Si të hapësh llogarinë tënde të parë në demo dhe si të fillosh tregtimin. Me inën do hymë në bazat e kriptos, nga zero, çfarë është blockchain, Bitcoin dhe investimet në kripto, dhe me Jorin gjithashtu do flasim për DeFi dhe trading. Si të fitosh me DeFi, gabimet fatale që bëjnë fillestarët dhe gjithashtu tregtia jon e parë live. Pra me Jorin do kemi mundësinë që të tregtojmë së bashku live edhe të kapim një pozicion. Nëse kapim, nëse na jep tregu opsion që të hymë, domethënë të hymë në një tregti reale. Por gjithsesi do jetë shumë exciting sepse do jetë tregtia jon e përbashkët e parë. Në ditën e dytë nesër, Marsidi do të flasë për analiza teknike, si lexohet grafiku, pikat e hyrjes dhe daljes dhe gjithashtu tregti reale, strategji reale tregtimi. Marsidi do prek dhe disa pika kryesore që janë duke ndodhur aktualisht, për sa i përket inflacionit, për sa i përket krizave botërore, për sa i përket luftës. Si mund ti të përfitosh nga luftrat, edhe se si njerëzit pasurohet kur ka kriza globale. Pra, do flasim dhe gjithashtu për programin Beyond Money Minds. Atëherë, çfarë është Forex? Këtu do nisim, do mbajmë shënime, okay? Ju dua gjithë vigilant. Okay, Forex. Forex është tregu më i madh financiar në botë. Tregtohen gati 7.5 trilion në ditë, ku marrin pjesë institucione, banka, korporata të mëdha, shtete. Pra gjitha këto transaksionet valutore dhe jo vetëm ndodhin në Forex. Jam e bindur që të gjithë ju keni bërë Forex, por ju nuk e keni kuptuar që jeni duke bërë aktualisht Forex. Kur ti shkon në një exchange dhe shkëmbën eurot e tua në lek, kjo quhet Forex. Por disa njerëz përfitojnë, edhe disa nuk e kanë ide fare se çfarë është Forex. Tashme, ti nuk është nevojë që të shkosh me lek fizike, me lek reale, që të shkosh të shkëmbesh që të mund të fitosh atë përqindjen tënde. Por çdo gjë bëhet në mënyrë digjitale. Unë mund të shkëmbej euron me dollarin, mund të shkëmbej dollarin me poundin britanik, me frangat zviceriane, dhe nga të gjitha këto shkëmbime apo investime në këto valuta, unë përfitoj para. Edhe është shumë e bukur kur ti mëson se sa i madh është jo vetëm tregu i Forex, por e të gjithë, se sa i madh janë tregje financiare dhe se sa shumë potencial edhe para ti mund të bësh nëpërmjet kësaj. E di që ka shumë njerëz që janë skeptik, edhe unë kam qenë një e tillë. Kam nisur me zero eksperiencë, me shumë skepticizëm, por gjithsesi dash vetes time një mundësi. Nuk kam patur background financiar, kështu që ka shumë njerëz që ndoshta mendojnë, unë duhet të kem background financiar që ta bëj këtë gjë, nuk është nevoja. Nga një shitse në një furbuke, tani kam biznesin tim dhe kam 5 vite në tregje financiare, kështu që kushdo mund ta bëj. Tregu i Forexit është i hapur 24 orë në ditë, 5 ditë në javë dhe mund të tregtosh nga kudo. Pra, nga hena në të premte ne mund të tregtojmë në Forex. Nuk ke nevojë për shuma të mëdha, mund të fillosh me $50, me $100. Normalisht që sa më shumë kapital ke, aq më shumë para mund të gjenerosh, sepse është në bazë përqindje çdo gjë. Në Forex, ndryshimi kryesor midis aksioneve dhe kripto është që në kripto ti mund të tregtosh 24/7, nuk është se ka limit. Aksionet, ne kemi dëgjuar, jam e bindur për aksionet,
tek aksionet ti mund të investosh në një kompani të caktuar, ajo se çka bëjmë ne në Forex është tregti ditore. Pra ne nuk investojmë domosdoshmërisht në një valutë, por ne tregtojmë valutat, që do të thotë ne bëjmë një spekulim ose një parashikim, një analizë për rritjen ose uljen e çmimit. Nëse analiza apo le të themi parashikimi jon është i saktë, atëherë ne fitojmë para. Dhe do hy në grafik që t'ja shpjegoj konkretisht këtë gjë. Hap llogarin tënde demo live. Okej, tani do bëjmë një gjë së bashku. Do futeni tek App Store. Do futemi të gjithë së bashku në App Store, edhe do kërkoni, po e shkruaj edhe tek chati, MT5. Okej? Do kërkoni këtë aplikacion, MT5, edhe do e shkarkojmë së bashku. Kur ta shkarkoni, më shkruani një njesh, më dërgoni një njesh. Pasi ta shkarkoni, më dërgoni një njesh tek chati. Aplikacioni është kjo këtu. Okej? Super, shumë mirë. Pasi e shkarkon aplikacionin, ju mund të hapni direkt një llogari demo. E hap aplikacionin, çfarë pamje ka thot Rexho? Aplikacioni është kjo këtu. Është ky me blu dhe quhet MetaTrader 5. MetaTrader 5. Ky është aplikacioni në të cilin ju mund të tregtoni edhe mund të keni dhe një llogari mësimore ose një llogari demo ndryshe. Sa po të hyni brenda në aplikacion, ju keni opsionin që të hapni një llogari demo. Llogaria demo për çfarë funksionon? Funksionon Okej. Më vjen shumë mirë igli për ty. Okej, tani vazhdojmë pak. Pasi të shkarkoni aplikacionin, do hapni llogarin tuaj demo, sapo të hyni mund të keni opsionin që të hapni llogarin demo, mund të vendosni se sa para dëshironi të fusni te kjo llogari mësimore, janë para falso. Këto para do ju vlen që ju të mësoni se si domethënë se si përdor pjesa ime, domethënë se si mund të spekulosh apo se si mund të tregtosh brenda aplikacionit. Ky është aplikacioni real në të cilin ne gjithashtu përdorim për të edhe investuar me lekë reale, por ka opsionin që të krijosh një llogari praktike për njerëz të cilët janë fillestar, për njerëz që nuk e kanë informacionin e duhur akoma. Për shembull, fillestarët dhe studentët tanë në fillim i fusin në një llogari praktike, mësojnë sipas strategjive tona. Edhe më pas, kur janë gati të nisi me llogari reale, edhe me investime reale, e dinë se si funksionon tash me aplikacionin. Ju thash që të shkarkoni këtë aplikacion, sepse duhet të shikoni, duhet të bëhet reale dhe në duart tuaja. Që kjo është diçka që funksionon, është diçka reale. Aplikacioni është aplikacioni i licencuar, kështu që nuk është se ka absolutisht pasigurit e kjo pjesë. Por nëse hymë së bashku tani, unë do hyj tek TradingView. TradingView është website-i ku ne shikojmë grafikët dhe shikojmë çmimet reale të gjitha aseteve, për shembull të naftës, cili është çmimi real i naftës, cili është çmimi real i euro-dollarit, cili është çmimi real i floririt për ounce. Pra, të gjithë aplikacioni është që ju të tregtoni, ndërsa së bashku do mësojmë se si të hapim gjithashtu një pozicion së bashku në demo. Tani, si të zgjidhësh brokerin e dur? Ne kemi aplikacionin, ne kemi llogarin ton bankare, por ne na duhet gjithashtu një ndërmjetësues. Nuk mund të investosh direkt para tek aplikacioni. Të duhet një ndërmjetësues që lidh aplikacionin bashkë me bankën tënde apo me fondet e tua. Dhe ky quhet broker. Është shumë e rëndësishme që ti të zgjedhësh brokerin e dur, sepse duhet të jetë i rregulluar dhe i licencuar për sigurimin e parave të tua. Duhet të kenë spread dhe komisione të ulta, pra duhet të kenë komisione të ulta sepse ti paguan komision për çdo tregti që ti bën. Platforma e tregtimit
Pra, brokeri duhet të përmbajë një nga këto 3 platforma tregtimi, siç është MetaTrader 4, MetaTrader 5 që ne e shkarkuam, ose CTrader. Mbështetja për klientët dhe lehtësia e depozitave dhe tërheqjeve, duhet të ketë një suport të thjeshtë dhe gjithashtu nuk mund të ketë vështirësi në tërheqja dhe depozita. Edhe arsyeja pse 95% e njerëzve dështojnë të kuptojnë jo vetëm tregje financiare, por gjithë pjesën e investimeve dhe pjesën e trading që mësojmë ne sot, është mungesa e edukimit dhe jo e mundësive. Pra njerëzit e kanë shumë të thjeshtë të dëgjojnë llafe njerëzish të tjerë se sa të edukohen financiarisht. Më vjen shumë keq që në Shqipëri nuk ka një kulturë edukimi financiar. Edhe ky është dhe misioni jon si skuadër që ta sjellim, sepse njerëzit jo vetëm që nuk kanë edukim financiar, pra jo vetëm që nuk dinë se si të investojnë, por dhe që friksohen shumë investimeve. Kur në fakt investimi është e vetmja mënyrë se si ti mund të zhvillosh të ardhurat e tua. Banka nuk është aleati jot, është kundërshtari jot. Çfarë bën banka me lekët e tua? I depoziton ti lekët e tua në bankë, banka i merr paratë e tua dhe tregton në tregje financiare. Pra atë çka ti nuk do të bësh me paratë e tua, e bën banka për ty. Dhe kjo lidhet shumë me edukimin financiar. Jashtë shtetit, dhe sidomos në Amerikë, në Perëndim në përgjithësi, mësohet edukimin financiar edhe në shkolla, pra që në shkollë ty të mësojnë që ti duhet të investosh, ti duhet të përdorësh paranë tënde dhe jo ta lësh thjesht në arkën e kursimeve të tua. Sepse inflacioni, dhe do flasim shumë për inflacionin nesër, po ti hap parat çdo ditë. Hapat e ardhshëm në Forex, e para, hapi i parë që sapo e bëm, të hapim një llogari demo, edhe ju tashme që e keni llogarinë tuaj demo, mund të praktikojeni tek ajo llogari për 2-3 javët e para. Hapi i dytë, do mësojmë se si funksionon grafiqet, qirin dhe support rezistencën. Okej. Tani, unë do hyp pak këtu tek euro-dollari. Ky quhet TradingView, është një website të cilin ne përdorim për të parë grafikun live edhe për të Okej, një sekond. Një sekond. E këtë anda. Okej, super. Pra, ky është grafiku i euro-dollarit. Ne jam e bindur që kemi parë grafik dhe më përpara, apo jo? Ju e keni parasysh se si duket një grafik, por dua të thjesht të shpjegoj disa gjëra kryesore. Ajo se çka bëjmë ne në trading është spekulim. Pra ne bëjmë një parashikim me strategji, patjetër dhe jo fat. Kam dëgjuar shumë njerëz që thonë, është fat në tregje financiare, por në fakt nuk është fat. Është thjesht strategji. Është thjesht një analizë teknike që ti e bën. Do mësojmë 3 terma kryesor. Entry, shkruani. Entry, take profit edhe stop loss. Tani, ashtu siç është grafiku këtu, grafiku edhe mund të rritet në ditët e ardhshme, ose mund të ulet në ditët apo orët apo minutat e ardhshme. Siç e shikoni këtu, unë kam një interval kohor që e kam selektuar në 5 minuta. Pra unë shikoj se çfarë është duke ndodhur aktualisht në treg, edhe çmimi real të tregut çdo 5 minuta. Okej? Nëse unë duhet të shikoj lëvizje të shpejta, duhet të hyj në minutazhe më të ulta. Pra nëse unë hyj në 1 minutë, shikoj aktualisht çdo minutë se çfarë është duke ndodhur në treg. Nëse hyj në 10 minuta, bëhet pak zoom out grafiku dhe shikoj çdo 10 minuta. Nëse shikoj 1 orë ose 4 orë, çdo 4 orë kuptoj se çfarë lëvizje ka patur tregu në ato 4 orë. Tani këto qirin, ne i quajmë qirin këto, kemi qirin jeshil, kemi dhe qirin të kuq. I quajmë qirin sepse ngjajnë si qiri. Qiriri përbehet nga 2 pjesë. Trupi edhe hija e qiririt. Hija janë këto vijat këtu. E shikoni këto vijat? Këto janë
hijet e qiririt. Pra, hijet na tregojnë se deri ku ka arritur maksimumi ose minimumi i çmimit në atë interval kohor. Këtu jemi në 5 minuta, kështu që çdo qiri përfaqëson 5 minuta në treg. Pra çdo qiri përfaqëson 5 minuta në treg. Qirin të kuq tregojnë që çmimi ka rënë në ato 5 minuta, dhe qiriri jeshil tregon që çmimi është rritur në ato 5 minuta. Okay? A është e qartë deri tani se çfarë jam duke shpjeguar? Më shkruani tek çati? A janë gjëra të qarta? Okej. Okej, super. Do ja u bëj sa më thjesht të jetë e mundur, edhe sot edhe gocat sot. Tani, ne bëjmë një analizë të tregut. Pra, nuk është nevoja që ti të blesh me një çmim të ulët që të shesësh me një çmim të lartë që ti të fitosh. Ti mund të bësh para edhe duke rënë çmimi. Pse? Sepse ne bëjmë analiza tregu. Që do të thotë? Një sekundë të gjej pak. Kjo është një blerje. Dhe ku e kuptoj që është blerje? Sepse zona jeshile është zona që unë jam duke fituar. Ndërsa zona e kuqe është zona që unë jam duke humbur. Shumë e rëndësishme është RRR-ja. Ndryshe, risk, reward, ratio. Që do të thotë menaxhimi i riskut. Pra ti duhet gjithmonë në çdo investim ose në çdo tregti që ti bën, të kesh një menaxhim risku të saktë, që zakonisht është 1/3. Pra ti riskon 1 për të fituar 3. Ti riskon 1% për të fituar 3%. 10 euro për të fituar 30 euro. 100 euro për të fituar 300 euro. 5 euro për të fituar 15 euro. A jam e qartë? Gjithmonë ne duhet të riskojmë një përqindje shumë të vogël të kapitalit tonë. Nëse ne kemi 500 euro në llogari, ne duhet të riskojmë 1%, deri në 3% maksimumi. Që do të thotë, 1% e 500 euros është 5 euro. Pra unë për çdo investim mund të investoj vetëm 5 euro dhe nga ato 5 euro të bëj 15 euro. Tani si do i bëj unë 15 euro me një buton? Okej. Grafiku është këtu. Dhe ku e kuptoj unë që është këtu, sepse ky është qiriri i fundit. Edhe gjithashtu vija e çmimit real është kjo vija jeshile. Okej? Pra, nëse grafiku vjen nga këtu edhe shkon deri në fund të zonës time jeshile, atëre mua pozicioni më ka kapur take profit. Kjo quhet take profit. Take profit do të thotë kur unë marr fitimin tim. Kur unë arri fitimin tim, pra kam vendosur një target të caktuar për fitim. Kjo mund të shkojë akoma dhe më sipër grafiku, por unë kaq e kam vendosur fitimin. Kjo quhet take profit. Stop loss quhet nëse unë kam vendosur një pozicion për blerje, se ky është një pozicion për blerje, nga e kuptojmë kur tregu ngjitet përsipër. Nëse tregu shkon në drejtimin e kundërt, pra kundra meje, që në këtë rast i bie që të zbres, edhe më kap fundin e zonës time të kuqe, atëherë unë kam kapur stop loss, që do të thotë unë kam pranuar humbjen time me 5 euro. Një nga pyetjet më të shpeshta që marr është, Elena, kjo duket si loj fati. Kjo nuk është loj fati, sepse loja e fatit është kur ti nuk ke një strategji. Edhe loja e fatit është kur ti riskon më shumë se sa je i gatshëm të mbasësh. Trading edhe loja e fatit ka një ndryshim specifik edhe shumë të fortë, i cili quhet menaxhim risku. Ajo që sapo ju përmenda tani. Edhe në rast se ti mund të kesh një humbje, tek fitimi i radhës, ti jo vetëm ke rikuperuar humbjen tënde, por je dhe 2% më shumë fitim.
Pra qëllimi është që në fund të muajit të jesh fitimprurës. Unë nuk po them që do kesh vetëm fitime. Ne zot nuk jemi. Patjetër që do kesh investime të cilat mund të shkojnë keq dhe mund të jesh në humbje. Por qëllimi është që në fund të muajit gjithmonë të jesh fitimprurës. Ne synojmë për 20% në muaj, 15 deri në 20% fitim në muaj. Ndonjëherë mund të jetë shumë më shumë, ndonjëherë mund të jetë më pak. Pra kjo është domethënë mënyra e parë kur ne blejmë. Kur ne shesim, është e kundërta pra. Kur ne shesim, zona jeshile është nga poshtë edhe zona e kuqe është nga sipër. Po, stop lossi është 1%, ndërsa fitimi duhet të jetë minimalisht 2 ose 3%. Mund të jetë edhe 5% fitimi, mund të jetë edhe 15% fitimi, mund të jetë edhe 20% fitimi, me një tek trade, në varësi se çfarë opsionesh na jep tregu. Po. Tani, kjo është e njëjta filozofi, po nga ana e kundërt. Unë kam vendosur një shitje, kjo quhet shitje. Pse? Sepse grafiku është domethënë qëllimi është që grafiku të shkojë për poshtë. Nëse grafiku zbret poshtë, unë fitoj. Nëse grafiku gjitet sipër deri këtu, atëherë unë humbas. Patjetër. Okej, super. Vazhdojmë. Besoj se është e qartë mënyra se si ti mund të, le të themi, bësh para nëpërmjet trading. Dhe hapi i tretë është që pasi kesh mësuar strategjinë, që ne fokusohemi shumë tek pjesa e strategjisë së saktë, ka pafund strategji që ti mund të mësosh, edhe nuk po them që janë të këqija, sepse çdo strategji funksionon, por ka strategji të cilat janë shumë të mira sa të tjera. Hapi i tretë është që pasi të kesh mësuar strategjinë e saktë, ti të hysh me llogari reale dhe të tregtosh në mënyrë të pavarur. Pra ne nuk duam që njerëzit të cilët bëhen pjesë të skuadrës të jenë të varur nga ne. Ne duam që ti ta mësosh vetë dhe të mundesh të bësh para në çdo moment, pa që nevoja që ti të jesh i varur nga ne. Okej. Tani unë do sjell Inën. Ina ka disa vite që merr me tregun e kripto, edhe do i mësoj shumë thjesht dhe shumë qartë tregun e kriptomonedave. Po të bëj replace Ina. Edhe mund të vazhdosh. Ne do Mirëmbrëma. Mirupafshim. Mirëmbrëma të gjithëve, dëgjohem mirë? Okej, super. Vetëm një sekond të rregulloj këtë settings. Elena, okej, super. Atëherë më bëhet shumë qefi që jemi këtu të gjithë së bashku në këtë trajnim, pasi siç e tha edhe Elena, do të merrni shumë vlerë deri në fund sot edhe nesër, kështu që mos mungoni edhe ditën tjetër. Për sa i përket pjesës time, unë patjetër që do doja të bëja një hyrje në kripto, pasi dhe vetë fokusin tim më të madh e kam në tregun e kriptomonedhave. Unë faktikisht jam futur rrugës së tregjeve financiare para 4 vitesh, vi nga një fushë komplet tjetër, kam studiuar inxhinieri biokimike, prandaj nëse je këtu dhe mendon se duhet kesh informacion mbi financat ose një background të caktuar, të them se jo, mundesh ta fillosh çdo gjë nga fillimi, pas një njohuri, pas një eksperiencë. Faktikisht më përpara nuk është se kisha menduar ndonjëherë se do i futesha botës së tregjeve financiare, mendoja se kjo i përket vetëm njerëzve që kanë studiuar financë, por në këto vitet e fundit kam kuptuar se është një domosdoshmëri për çdo njeri të kuptojë se si funksionon paraja, të di si ta menaxhojë atë dhe gjithashtu të di si ta shumëfishoj, pra të krijoj dhe të ardhura pasive, të bëj paran, të punoj për të dhe jo thjesht të shkëmbej kohën e tij me para, sepse në fund të fundit secili prej nesh është i vetëdijshëm që koha është pasuria më e madhe që ne kemi. Thjesht kam një problem këtu me ekranin. Okej, tani jemi në rregull.
E di që shumë prej jush që jeni këtu ndoshta nuk e kuptoni as pak se si funksionon tregu i kriptove, por ndoshta mund të keni dhe dyshime nëse është diçka reale ose nëse është diçka që ka të ardhme apo është thjesht një trend i momentit që pas disa vitesh do të zhduket. Prandaj mua më pëlqen që prezantimet e mia t'i nis në atë formë që dhe ju të kuptoni realisht çfarë është ky treg edhe çfarë është e ardhme që na pret dhe pse është e domosdoshme për ju të jeni pjesë e këtij tregu. Le të shohim pak historikun e paras, pra si ka evoluar valuta, që nga fillimet e ershme të njerëzimit, njerëzit gjithmonë kanë pasur nevojë për të shkëmbyer mallra midis tyre, pra për të pasur një formë se si ata të blenë apo të shesin. Dhe fillimisht ka qenë shkëmbimi i mallrave apo i kafshëve. Më pas ka ardhur krijimi i monedhave metalike, të arit, të argjendit. Më vonë është krijuar paraja prej letra. Dhe në kohët moderne kemi bankat, kemi kartat e kreditit, kemi pagesa digjitale, që padyshim para disa mijëra vjetësh ka qenë e paimagjinueshme që ti thjesht me një kartë të mundesh të tërhiqe para, të depozitoje para në bankën tënde ose thjesht me një klik, domethënë duke skanuar atë çipin e kartës ti të kryeje pagesa, apo duke skanuar telefonin ose orën tënde inteligjente. Pra ashtu siç kanë qenë këto gjëra të paimagjinueshme, ashtu është e paimagjinueshme edhe kriptoja për shumë njerëz sot. Pse? Sepse është e paprekshme, nuk ekziston në formë fizike, por është thjesht online. Por duhet ta kuptoni që ne ose përshtatemi me teknologjinë edhe ecim përpara, avancojmë e përdorim në benefitin ton, ose do të ngelemi mbrapa, sepse pas disa vitesh nuk do të jetë më zgjedhje, siç është sot. Ti zgjedh të investosh në kripto, ti zgjedh ta përdorësh kripton apo jo, por do të jetë domosdoshmëri. Dhe duam apo nuk duam ne, duhet të jemi pjesë e saj. Dhe historia e ka treguar që gjithmonë ata që i kanë përqafuar të parët risit teknologjit kanë qenë dhe ata që kanë pasur më së shumti përfitim. Okej. Tani imagjinoni për shembull ti thuaj dikujt para 2000 vitesh, i cili përdorte monedha floriri, ti thuash ma jep atë qypin me florin që ke, pra gjithë pasurinë tënde, dhe unë po të jap një kartë plastike e cila vlen po aq sa e qypi me florin. Vlen 30.000 euro për shembull. Pra ti këtu në këtë kartë plastike ke 30.000 euro. Do e besonte, patjetër që do i duke i mashtrim, do i duke e pamundur njerë fizikisht se si mundet që 30.000 euro ose gjitha ato monedha floriri të mundet të qëndrojnë aty brenda në atë kartë. Pra e njëjta gjë është edhe me kripton. Por nëse ne shohim historikun e dollarit, për shembull, ai ka humbur vlerë mbi 96% të vlerës së tij që nga momenti kur është krijuar për shkak të inflacionit. Pse? Sepse dollari është thjesht një para fiat, pra nuk është më e lidhur me standardin e floririt, siç ka qenë më përpara, nga viti 71 ka dalë nga ky standard, është thjesht para fiat dhe vlera që merr një para fiat ndërtohet thjesht mbi besimin që njerëzit kanë mbi bankat apo mbi qeverit. Pra nuk është se ka një vlerë reale. Dhe në këtë formë ai mund të printohet masivisht dhe mund t'i humbë bazë vlera. Për këtë do të dëgjoni më shumë edhe nesër. Ndërsa, nëse shohim rastin e tregut të kriptomonedhave, ka ardhur veçse në rritje, që nga momenti i krijimit. Tani të krahasojmë pak sistemin tradicional financiar që ne ndodhemi sot. Kush i kontrollon paratë tona? I kontrollojnë bankat, qeverit, institucionet financiare, pra ti nuk ke një kontroll të plot mbi paratë e tua. Nga ana tjetër, problemet me transaksionet. Imagjinoni dikush që dërgon para nga Amerika në Shqipëri, do duhet disa ditë të zgjas transaksioni dhe paguan dhe tarifa shumë të larta për këtë transaksion. Gjithashtu kufizimet gjeografike. Pra është një sistem tradicional i vjetëruar dhe normalisht që kohën me teknologjinë nuk do mbetet këtu ku është sot, patjetër që duhet të adaptohet. Dhe ky sistem faktikisht punon kundër teje, jo për ty. Por çfarë janë kriptot nga ana tjetër? Kriptot janë thjesht monedha digjitale, pra ato funksionojnë vetëm online, nuk kontrollohen nga banka apo nga shteti dhe funksionojnë mbi teknologjinë e blockchainit. Teknologjia e blockchainit është një teknologji shumë e avancuar, nuk funksionon vetëm në botën e kriptos, funksionon edhe në fusha të tjera, por është edhe një nga arsyet pse kriptoja nuk ka nevojë
për besim. Pra nuk ka rëndësi nëse unë e besoj kripton apo jo, ti e beson kripton apo jo, sepse është teknologjia ajo që e vërteton. Dhe kjo teknologji mundëson që gjithçka të jetë transparente, të jetë reale, të jetë e pandryshueshme dhe e pa manipulueshme. Dhe kripto bazohet pikërisht në tre parime kryesore që janë decentralizimi, transparenca dhe kontrolli personal mbi parat. Faktikisht për herë të parë në histori njerëzit kanë një mundësi të kenë një kontroll real mbi financat e tyre, mbi investimet e tyre personale. Si funksionojnë transaksionet në kripto? Këtu nuk kemi nevojë për bankën si ndërmjetës ose për një institucion tjetër, pra dërgesa shkon direkt. Personi A dërgon para tek personi B pa pasur bankën në mes. Gjithçka bëhet në mënyrë direkte. Dhe transaksioni verifikohet nga rjeti dhe regjistrohet në blockchain, pra është aty, është publik, është i pandryshueshëm, gjithçka shumë transparente, e shpejt, e sigurt. Imagjinoni brenda disa sekondash mund të dërgosh para nga një kontinent në tjetrin me një kosto shumë të ulët në varësi të monedhës edhe rjetit që përdor, ndoshta edhe disa cent. Dhe njerëzit këtë duan në ditët e sotme. Duan shpejtësi, duan efikasitet. Le të flasim pak mbi Bitcoinin, sepse të gjithë që jeni këtu edhe nëse nuk keni njohuri mbi kriptot, patjetër që Bitcoinin e keni dëgjuar. E keni dëgjuar sepse është monedha e parë e krijuar, kriptomonedha e parë e krijuar, pra digjitale, në vitin 2009. Gjithashtu është dhe monedha që mbart vlerën më të madhe. Vlen një Bitcoin sot vlen rreth $73.000. Cilat janë disa nga veçoritë e Bitcoinit edhe pse është ai interesant edhe një mundësi e mirë investimi? Është fillimisht oferta e kufizuar që kjo monedhë ofron, ka vetëm 21 milion Bitcoin që do të ekzistojnë, pra nuk mund të prodhohen më shumë, nuk mund të krijohen më shumë. Dhe ne e dimë si në çdo lloj tregu tjetër, nëse kemi ofertë të kufizuar dhe nga ana tjetër kemi një rritje të kërkesës, kjo çon direkt në rritjen e çmimit. Dhe faktikisht interesi në Bitcoin është rritur shumë në vitet e fundit, është rritur nga njerëzit të cilët po informohen gjithnjë dhe më shumë, po kuptojnë rëndësinë e kriptove, është rritur nga institucione të mëdha, nga investitorë të mëdhenj për shkak të lehtësirave që janë krijuar vitet e fundit në format e investimit në këtë treg, dhe gjithashtu dhe nga qeveritë, si për shembull kemi qeverinë amerikane e cila po akumulon shumë Bitcoin. Dhe jo më kotsa, pra imagjinoni nëse në këtë lojë janë institucione të mëdha, janë vetë qeveritë, atëherë pse të mos jemi ne pjesë e saj dhe të përfitojmë. Tjetra veçori e Bitcoinit është decentralizimi, pra nuk e kontrollon askush, është transparent, sepse përmendëm që funksionon në blockchain. Gjithashtu Bitcoini, sepse ka njerëz që më thonë, ok, ndoshta ka pasur një rritje, sepse po ta shohim që nga krijimi nga 2009 deri më sot ka ardhur vetëm duke u rritur për te luhatjeve të cikleve që do i flasim pas pak. Por në plan afatgjat është gjithmonë një ide shumë e mirë dhe mund të pyesni, ok, ndoshta kanë funksionuar deri tani, po nesër mund të shuhet. Kjo gjë nuk mund të ndodhë, sepse e para do të thotë që të shuhet komplet besimi, askush të mos e përdor më, të mos doj ta ruaj, ta blej. Gjithashtu do të thotë që sepse në fakt rrjeti është forcuar aq shumë dhe kërkesa është aq e madhe, por nga ana tjetër ka dhe kosto reale prodhimi. Sepse Bitcoini mund të minohet dhe për të minuar ka kosto reale që është energjia, ka teknologjinë që kërkon të avancuar për të kryer këtë proces. Dhe nga ana tjetër, do duhet që komplet të shuaj interneti, mos funksiononte asgjë, që dhe Bitcoini ndoshta të zhdukej. Por nëse arrim në atë pikë, patjetër që nuk do jetë më problemi investimet që ne kemi në Bitcoin, por do kemi probleme të tjera shumë të mëdha, pasi çdo gjë sot funksionon në internet dhe funksionon online. Bitcoini shpesh krahasohet me arin, pra quhet ari digjital, me floririn. Dhe nëse bëjmë një krahasim të të dyve, ari ka një ofertë gjithashtu të kufizuar, pra nuk është se mund të gjesh pafundësisht ar në treg. Dhe kjo bën që dhe çmimi i arit të pësojë rritje vazhdimisht. Gjithashtu dhe Bitcoini e përmendëm vetëm 21 milion monedha ekzistojnë. Ari përdoret si ruajtës vlere, pra është një mundësi shumë e mirë ku njerëzit gjithmonë investojnë dhe ruajnë paratë e tyre. Por gjithashtu përdoret edhe Bitcoini si ruajtës vlere digjital. Ari nga
Ana tjetër ka disa probleme, sepse është i vështirë për të transportuar, është fizik, ndërsa Bitcoini është shumë i thjeshtë, mund ta kesh kudo me vete, është online, mund ta kesh në një hot wallet, mund ta kesh në një ledger që është thjesht si një USB e vogël dhe e ke gjithmonë me vete. Gjithashtu pari nuk mund të ndahet lehtë, ndërsa Bitcoini mund të ndahet deri në 8 decimale, pra nuk është nevoja që ti të kesh, të blesh ose të investosh në një bitcoin të plot, por mund të zotërosh edhe një përqindje shumë të vogël të tij. Këto janë dy sisteme, dy filozofi financiare, por Bitcoini ofron gjithçka që ari ofron, plus lirinë digjitale. Përveç Bitcoinit, në treg ekzistojnë pafund kriptomoneda, edhe kjo është dhe një arsye pse njerëzit bëhen shumë konfuz, sepse thonë, ok, dua të futem në kripto, por nuk di se ku ti investoj, edhe me të drejtë, sepse në treg ekzistojnë tashmë miliona kriptomoneda. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kuptosh cilat janë llojet e kriptovalutave, sepse kjo të ndihmon të investosh më mirë dhe të dallosh projektet serioze. Ne kemi përveç Bitcoinit, kemi altcoins, të cilat janë të gjitha kriptomonedat e tjera që janë krijuar pas Bitcoinit, pra alternativat të tij, dhe këto mund të jenë të llojeve të ndryshme, pra kanë funksione dhe teknologji të ndryshme. Një prej tyre më i përdoruri dhe më i njohuri është Ethereum, por Ethereum nuk është thjesht një kriptovalutë, por është një platformë që përdoret për smart contracts, për kontrata inteligjente, për aplikacione në blockchain, projekte, DeFi dhe NFT, për lojra, pra është një infrastrukturë e tërë që fshihet pas tij dhe ka një përdorim real, dhe kur një monedh ka një përdorim real, atëherë është një mundësi shumë e mirë investimi. Gjithashtu kemi dhe stablecoins, që janë kriptovaluta të lidhura me vlerën e dollarit, dhe këto përdoren për stabilitet në botën e kriptos. Pra, ato nuk kanë luhatje çmimi si monedhat e tjera, por kanë vlerën e $1, dhe këto përdoren shumë edhe për njerëzit që tregtojnë në kripto. Flasim pak për ciklet e kriptos, sepse në kripto nuk do duhet të dish vetëm në ku ti investosh, por edhe kur ti investosh. Mund të keni dëgjuar shumë për njerëz ose ndoshta dhe dikush prej jush këtu ka investuar në kripto dhe çfarë ka ndodhur, ka rënë çmimi, ka humbur para dhe nuk e ka kuptuar si dhe pse, sepse nga ana tjetër po dëgjonte që të gjithë po fitonin. Kriptot funksionojnë me cikle dhe është shumë e rëndësishme që të njohësh ciklet në mënyrë që të bësh investime të zgjuara. Kemi ciklin e bull runit, pra bull market. Këtu është një cikël ku çmimet rriten ndjeshëm dhe interesi në përgjithësi për kripto rritet dhe shumë investitor hynë në treg. Kjo është faza e optimizmit. Në këtë fazë do të dëgjosh që shumë njerëz realisht po bëjnë para. Çmimet po pësojnë, mund të edhe 10 fishohen, madje disa monedha mund të 100 fishohen. Dhe këto janë, imagjinoni, domethënë një rritje të tillë të investimit dhe marrje mbrapsht të investimit tuaj nuk mundet ta bëni në një treg tjetër përveç se në kripto. Por kemi dhe bear market, që është faza kur çmimet bien. Tregu bëhet më i qetë, nuk është më interesant, shumë njerëz tërhiqen, investitorët bëhen më të kujdesshëm dhe kjo është ajo që quhet faza e akumulimit. Por çfarë ndodh? Shpeshherë njerëzit cilët janë të painformuar mbi kripto nuk kanë informacion, thjesht blejnë sepse kanë dëgjuar diku, blejnë pikërisht në fazën e bull market, pra blejnë kur çmimet janë lart, ndërkohë që një investitor i zgjuar blej gjithmonë kur çmimet janë poshtë edhe shet kur çmimet janë lart. Dhe nëse ti ke bler këtu lart, atëherë çfarë vjen më pas? Vjen faza e bear market, çmimet do të bien sepse do përsëritet cikli i tyre. Dhe vlerës së investimit tënd i bie vlera. Dhe ti thua, ok, kjo nuk funksionon ka. Por nuk është kështu. Thjesht duhet të informohesh dhe të kuptosh më shumë mbi ciklet. Gjithsesi, unë nuk do doja të ndalesha shumë, sepse pastaj do hyjmë në detaje shumë teknike. Dua që kjo të jetë thjesht si intro për ju në kripto. Dhe tani do doja të shihnim pak cilat janë gabimet më të shpeshta që njerëzit bëjnë në këtë treg, por dhe në përgjithësi, për njerëz të cilët duan të pasurohen nëpërmjet tregjeve financiare ose formave të ndryshme të biznesit. Nuk e di nëse e dini, por 95% e njerëzve në botë kanë vetëm 5% të pasurisë globale, pra zotërojnë vetëm 5%. Dhe vetëm një 5% tjetër i njerëzve zotërojnë 95% tjetër të paras.
Dhe kur e kam mësuar këtë, kam qenë realisht të shokuar dhe kam thënë, ok, pse është kështu edhe çfarë bëjnë ndryshe ai 5%. Por shumica e njerëzve që dështojnë, ata kanë një mungesë edukimi financiar dhe kjo mund të mos jetë për fajin tonë sepse nuk na është mësuar ndoshta as në familje, as në shkollë, por në ditët e sotme unë jam shumë e lumtur që teknologjia ka ecur aq shumë sa ti mjafton është thjesht një klikim larg, mjafton një bisedë me ChatGPT dhe ti mund të informohesh shumë. Pra edukimi financiar është baza, duhet të fillojë nga aty dhe është shumë i rëndësishëm për çdo që dëshiron të bëj para. Dhe këta njerëz nuk e kanë këtë edukim, tjetra drejtohen nga emocionet dhe jo nga logjika, kërkojnë rezultate të menjëhershme, pra duan të pasurohen shpejt, nuk ekziston asnjë rrugë për të bërë milioner brenda natës, gjithçka kërkon kohë, punë dhe sakrificë. Hynë në një treg pa strategji dhe pa drejtim, pra me pak fjalë nuk e dinë çfarë po bëjnë, dhe kanë një menaxhim të dobët të parave dhe të riskut në përgjithësi. Por cilat janë konkretisht gabimet më të zakonshme që ata bëjnë. E para është FOMO, që do të thotë fear of missing out, pra kanë frikë se po humbasin diçka. Është ajo që fola pak më parë që shumica për shembull në kripto blen shumica e njerëzve të pa informuar, blen në bull run. Pra blen kur çmimet janë lart, sepse dëgjuan shumë njerëz që po bëjnë para dhe ata kanë frikë tani se po e humbasin këtë mundësi dhe blen nga frika. Pra hynë në treg shumë vonë, ndjekin hype-in, ndjekin trendin, nuk kanë një strategji, hynë në treg pikërisht atëherë kur duhet të dalin. E dyta është ndjekja e turmës, pra ndjekin të tjerët pa një analizë, pa pyetur veten pse, pa bërë një research, por thjesht sepse dikush pa eksperiencia ka sugjeruar. Dëgjojnë shokun e vet, dëgjojnë komshiu, nuk e di, ka sugjeruar një coin në kripto dhe ai thjesht investon pa pyetur veten pse, çfarë vlere ka ky projekti dhe çfarë mund të më sjellë realisht. Është shumë e rëndësishme që informacionin ta merrni nga njerëz të fushës, njerëz të cilët kanë tashmë vite eksperiencë dhe kanë rezultate reale që munden t'ju ndihmojnë. Dhe jo çdo kënd thjesht sepse ka bërë disa para ose thjesht sepse ka hedhur një video në rrjetet sociale. E treta janë vendimet emocionale dhe kjo është një nga arsyet kryesore pse njerëzit humbasin në tregjet financiare, sepse ata e lejojnë veten të ndikohen shumë emocionalisht. Kanë panik kur tregu pëson rënje, kanë një eufori shumë të madhe në rritje, marrin vendime impulsive dhe kontrollohen nga emocionet. E katërta është mungesa e strategjisë, pra ata bëjnë një investim pa plan, bëjnë overtrading për persona që e tregtojnë kripton, pra hapin shumë pozicione, duan të kapin pafund mundësi në treg, por kjo nuk është diçka e mirë. Nuk marrin fitime. Imagjinoni për shembull dikë që ka investuar 1000 euro në kripto dhe ky investim është rritur ka shkuar 5000, pra është 5 fishuar. Njerëzit bëhen lakmitar, edhe lakmia është diçka shumë e keqe sepse të çon në humbje. Nëse ti ke bërë 5000 tashmë të hish një pjesë të investimit tënd, por njerëzit synojnë gjithmonë për më shumë dhe vjen faza e rënies pastaj dhe ajo shkon jo aty ku ti ke investuar, por mund të zbresje akoma më poshtë. Dhe tjetra shumë e rëndësishme, nuk e diversifikojnë portofolin. Një sugjerim imi do ishte asnjëherë të mos investoni të gjithë kapitalin tuaj në një kriptomonedë të vetme, sepse gjithsesi risku është gjithmonë brenda dhe ti asnjëherë nuk ke se si ta dish 100% se si do ecë ai projekt, edhe me gjithë kërkimet që mund të kesh bërë ose se sa kohë do i duhet që të arrit targetin tënd. Prandaj gjithmonë syno ti diversifikosh në disa coins investimet e tua. Nuk po them mas të investosh tani $1000 në 100 coins, se prap nuk ka kuptim, por që të kesh disa projekte të ndryshme, pra të shikosh disa lloje të ndryshme të kriptomonedhave. Nuk e di çfarë ndodhi. Okej. Sa të rikthejmë pak slajdet. Kalojmë tek tjetra, po. Ajo se çfarë është më e rëndësishme nga të gjitha, është mendësia, është mentaliteti. Edhe këtë e kam kuptuar shumë mirë, sepse e di shumë mirë mentalitetin që unë kisha mbi paran përpara 4 vitesh. Nëse mua do më jepe kjo mundësi para 10 vitesh për shembull,
ndoshta unë nuk do e kisha shfrytëzuar dhe nuk do kisha marrë kaq shumë përfitime sa çka marr sot. Sepse mentaliteti im para 10 vitesh mbi paran në përgjithësi ka qenë komplet ndryshe. Prandaj ajo çfarë unë ju sugjeroj është që gjithmonë investoni mbi veten tuaj, investoni mbi zhvillimin tuaj personal, mbi edukimin tuaj financiar, pra ndryshoni mendsinë nga mendësi humse në mendësi fituese dhe vetëm atëre do jeni të aftë të gjeneroni të ardhura. Por çfarë mendësie kanë humsit, ai 95%? Ata kanë një short term thinking ose mendojnë në afat shkurtër, pra mendoj si të bëj para sot, si të bëj para këtë muaj. Nuk mendoj si të mësoj një aftësi e cila do më gjeneroj të ardhura në 10 vite të ardhshme. Emocionet gjithmonë mbizotërojnë mbi logjikën, veprojnë pa përgjegjësi, ndjekin turmën, kanë frikë nga vendimet, edhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm që njerëzit ndoshta e neglizhojnë, por shumica nuk marrin vendime pikërisht nga frika që ata kanë dhe kjo është diçka që duhet punuar me veten. Dhe pa zhvillim personal. Nëse ti nuk zhvillon një herë mendjen, nuk ke se si të zhvillosh investimet e tua. Por çfarë bën ndryshe 5%? 5% mendon në terma afatgjatë, pra mendon ku do të jem unë pas 5 vitesh, ku do të jem unë pas 10 vitesh dhe ku do të jem unë pas 20 vitesh me këtë rrugë që po ndjek, me këto hapa që po ndjek në tregjet. Kanë disiplinë dhe kontroll emocional dhe kanë një strategji, pra ndjekin një plan të caktuar, nuk veprojnë pa plan dhe marrin vendime të zgjuara. Gjithashtu ka një zhvillim të vazhdueshëm, sepse zhvillimi personal edhe ndryshimi i mentalitetit nuk është diçka që ndodh një herë dhe kaq, por është një rrugë e vazhdueshme dhe gjithmonë ka vend për përmirësim dhe për zhvillim. Kanë konsistencë, që gjithashtu është e rëndësishme. Dhe thjesht dua ta dini që fituesit nuk janë ndryshe, por thjesht mendojnë ndryshe. Pra, nuk është se kanë ata që tashmë kanë arritur sukses, nuk është se kanë diçka të veçantë, nuk është se kanë më shumë talent ose kanë pasur më shumë mundësi ndoshta në jetë, jo domosdoshmërisht, por ata thjesht kanë ndërtuar një mentalitet tjetër dhe kanë arritur që nëpërmjet këtij mentaliteti të zhvillojnë edhe financat e tyre. Kaq nga pjesa ime, dhe tani do doja të ftoja para jush Jorin, pasi ajo do hy shumë në detaje. Jori është një vajzë e cila tashmë ka shumë eksperiencë dhe ka arritur rezultate të shkëlqyera në këtë treg, por ka mundur gjithashtu të ndihmojë dhe shumë e shumë shqiptar të tjerë dhe jo vetëm. Jori, fjala është për ty. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma. E di që kemi një orë duke folur për tema që në fakt janë pak të rëndomta, sidomos nëse je një fillestar, kështu që nëse duhet të lëvizësh, të pish pak ujë, të shtrish pak krahët, bëj për 2 sekonda kur unë jam duke prezantuar veten time. Është e pamundur që mos më njohësh në fakt, ose të paktën nuk kështu është çfarë dua që ti them vetes time, se kam disa video që mundohem të jap sa më shumë vlerë, por t'i lem shakat për te. Unë jam Jori. Emrin nuk është mbi emrin ky, se po ishim duke bërë një shaka që parë. DeFi do të thotë dhe qëndron për finance decentralizuar. Dhe unë pikërisht kjo është ku dua të fokusohemi sot. E di që shumica e jush gjithashtu jemi duke pritur për të bërë një trade së bashku, kështu që atë do e lem në fund fare, përpara se të marrim pyetje nga ju, por qëllimi kryesor tani është që ne të flasim që shiko, kriptoja është fantastike, por mund të bësh shumë herë më shumë gjëra se sa vetëm ta blesh edhe ta shesësh. Ina shpjegoi gjërat fillestare, gjë që ishte fantastike, një like për Inën, por doja të dija, nëse ju më shkruani në koment, ju lutem, nëse keni exchange të centralizuar, pra nëse ju jeni tregtar dhe jeni futur në kripto, apo është hera juaj e parë që po më dëgjoni dhe nuk e keni iden fare se çfarë jeni duke mësuar. Thjesht 2 sekonda për t'i shikuar këtu, që ta dim se kush është. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Hera e parë, okay. Pra, shumica nga ju është hera e parë që jeni duke marrë këtë informacion, kështu që mundet të tingëlloj jashtëzakonisht shumë e vështirë, por më besoni, sa më shumë të thyet veshi, sa më shumë informacion ju të keni, aq më e thjesht do bëhet, sepse absolutisht të gjithë filluam nga zero një ditë, asnjëri nuk lindi i ditur. Nëse ke dedikimin, ke disiplinën, patjetër që do e kuptosh.
Unë dua të flas pak, pra do futem pak në terma më të avancuara për kripton, sepse nuk është gjëja e vetme që mundet të bësh të blesh dhe të shesësh në kripto. Tani, kush është problemi kryesor me financën tonë tradicionale? Pra, të duhen dokumenta pafund. Le të themi ti do të hapësh një bank nëse nuk je 18 vjeç, nëse nuk jeton në qytet, ose nëse je pa dokumenta, ne e dim që shumica e shqiptarëve fatkeqësisht nuk kanë dokumenta në shtetet e tyre kur janë duke shkuar. Pra, të kontrollojnë kredin, unë nuk e di se si funksionon në Shqipëri, por në Amerikë ti nuk mundet të hapësh një credit card nëse nuk ke, le ta themi, kredin mjaftueshme. Domethënë një sistem kredie me pikë. Gjithashtu mundet të presësh shumë gjatë, ka disa raste që të thonë, well, ne jemi mbyllur tani, hajde ditën tjetër. Pra, ti gjithmonë ke mundësinë të refuzohesh nga sistemi. Përse? Sepse shteti ose në financat tradicionale banka vendos për ne, nëse ti je i mirë mjaftueshëm për të patur një llogari bankare ose nëse nuk i përmbush 1, 2, 3 gjëra që ata kërkojnë, ty nuk të hapin një bank. Sa nga nuk ju është lejuar të hapni një bank, për çdo arsye, nuk dua ta di arsyen, thjesht dua ta di nëse kjo ju ka ndodhur ju apo jo. Më shkruani këtu në komente, ju lutem. Nëse keni patur probleme, sepse nga kontrollimet, nuk mundet të jepni dot identifikimin e parë, po. Fatmirësisht, kriptoja e zgjidh këtë gjë. Dhe sidomos sektori finance decentralizuar, totalisht të zgjidh ty këtë problem. Çfarë do të thotë finance decentralizuar? Do të thotë ku ti nuk ke nevojë për bank, nuk ke nevojë për një person të tretë ose të lejoj shteti që credit score, pikët e kreditit i ke shumë të ulta dhe tani nuk mundet dot të marrësh një shtëpi, nuk mundet dot të marrësh një kredi, nuk mundet të kesh dokumentat që të verifikohesh për të hapur një bank, nuk ka rëndësi se kush je, ke absolutisht të njëjtat mundësi si Elon Musk dhe si një person që është rritur në mezin e Afrikës. Dhe kjo është gjëja më fantastike që mundet të ndodhi në botën tonë reale, sepse kjo do me thënë që financa e decentralizuar na bën ne të gjithë të barabartë. Pra, si funksionon është kontratë e zgjuar. Kontratë e zgjuar është kod i shkruar në kompjuter që të lejon ty të bësh një gjë të caktuar çfarë do ti i ke shkruar. Tani, kush është duke i shkruar këto kontrata, se nuk mundet të shkoj unë edhe tani të shkruaj një kontratë, edhe pse me AI mundem ta bëjmë këtë gjë, por personat që janë developers, pra që krijojnë aplikacione, që krijojnë blockchain-e, që dinë se si të ndërtojnë këto kontratat e zgjuara, janë pikërisht duke bërë këtë gjë që të eliminojnë sistemin tradicional. Pra, ti thjesht mundet të krijosh një kod vetëm duke hapur 12 fjalë, këto quhet seed phrase. Ne do i flasim në thellësi në videot e kaluara së bashku, por çfarë duhet të dini është që nuk vendos absolutisht asnjë për ty dhe të ardhmen tënde, por në fakt vendos ti. Ti ke kontroll të paras tënde 24 orë në 24, kur nuk mbyllet, kur nuk të thot dikush nuk mundet të dërgosh për shembull në gjyshja jote $5,000 ose $10,000, nuk e di nëse e dini, por tani nëse je duke nga shtetet e tjera je duke dërguar lek me Western Union, unë jam duke dërguar nga Amerika, dhe ti tani ne kemi një limit se sa shumë ti mundet të dërgosh. Nëse dërgon më shumë se $600 nga Amerika në Shqipëri, sepse do t'ja dërgosh gjyshes tënde, ti kontrollohesh dhe të futin në një sistem tjetër ku automatikisht nuk të lejojnë më shumë nëse je duke dërguar $1,000 në muaj. Do me thënë, përse çfarë ka Western Union me lekët e mia, se nuk ja vodha Western Union, kur unë mundem të dërgoj sa të dua unë, por fatkeqësisht sistemi nuk na lejon këtë gjë. Pse? Sepse teknologjia nuk diskriminon. Nuk ka rëndësi nëse je i bardhë, nëse je i kuq, nëse je zezak, absolutisht nuk ka rëndësi se çfarë ngjyre je. Nuk ka rëndësi se ku jeton, në fshat, në qytet, me shkollë, pa shkollë, të gjithë kanë një mundësi të njëjtë. Dhe kjo është një equalizeri më i mirë që mundet t'i ketë erdhur njerëzimit ndonjëherë. Dhe prandaj është kaq e rëndësishme që ju me të vërtetë ta kuptoni se përse është kaq e rëndësishme jo vetëm Bitcoin, jo vetëm kripto, i gjithë sistemi financiar që është i decentralizuar, sepse fuqia të kthehet ty dhe jo qeverisë, jo bankave, jo shteteve të tjerë. Tani, si ti mundet të bëhesh banka jote në kripto? Po, ti mundet totalisht të bëhesh passive income,
si një person tjetër që është duke lëshuar shtëpinë me qira dhe ti tani mund të ta bësh këtë gjë vetëm me kripto. Mënyra se si e bën është si quhet liquidity providing. Dhe më fal që do jem duke folur disa terma anglisht, po me të vërtetë që nuk përkthehen, por çdo pyetje që ju do e keni, dua që ta shkruani tani në një fletë, sepse 10 minutat, 15 minutat e fundit ne pikërisht do marrim pyetje dhe ashtu se si mundet t'ja u klarifikoj çdo gjë që ju nuk keni kuptuar. Pra, si jeti banka jote në kripto? Nëse ti ke lek në bank dhe i vendos në një account savings quhet, pra le ta themi nga $10,000 që ke ti, $2,000 ose €2,000 jetë duke i dhënë në accounti tjetër, që të marrësh një përqindje mbrapsht. Përqindja është totalisht shumë e vogël dhe nuk e dini se e dini, po nëse nuk e dini, çfarë bëjnë bankat me lekët tona, ato thjesht i vendosin në punë, edhe pse ne na i japin në një account, le ta themi savings dhe të kthejnë ty mbrapsht 1%, 2% nëse jemi të vërtet me fat ose nëse ke ndonjë bankë prestigjioze. Por tani çfarë mund të bësh me kripton që ti ke bler, le të themi ti ke bler Bitcoin dhe ke bler Solana, thjesht po ju përmend këto sepse janë coinet që shumica e njerëzve i kanë dëgjuar edhe nëse nuk i njohin. Ti çfarë mund të bësh? Këto coinet e tua mund të i vendosësh në një pool, pra në një kontratë të zgjuar dhe mund të marrësh mbrapsht gjithmonë fitime, një përqindje, sa herë njerëzit janë duke tregtuar këto coine ose këto kripto. Pra, nëse banka jote ty të jep vetëm 1% në savings, ti tani vendos se sa përqind do të marrësh mbrapsht, vetëm duke i vendosur coinet e tua në një platformë që është e decentralizuar, asnjëri nuk e kontrollon dhe të gjithë kanë akses, pra ti mund të jesh 30 vjeç ose mund të jesh 15 vjeç, nuk të ndalon njeri. I vendos atje dhe paguhesh mbrapsht me fees, gjithmonë ku ato coinet janë duke krijuar ose duke u tregtuar. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ti je duke krijuar të dhëna pasive, pa dhimbje koke, pa asnjë ndërmjetës, pa qira dhënës, pa qira marrës, jo ta dha qiran tjetri, jo nuk ta dha, jo të pagoj tarifat, jo nuk t'i pagoj, pra nuk ke totalisht asnjë problem përveç se kompjuterin ose nga telefoni mund të t'i bësh dhe ti mundet të krijosh të ardhura pasive. Është totalisht i ti të kishe një pronë me qira, por tani siç thash, në vend të pronës ta prishin pronën, nuk të paguajnë qiran, të gjitha këto overhead që janë të tjera, ti tani nuk i ke më këtë sepse je vetëm ti dhe kompjuteri, je vetëm peer to peer, absolutisht asnjë tjetër, ose nuk duhet të them kompjuteri, kontratat e zgjuara, smart contracts, është fjala e duhur. Dhe kush janë këto protokolle, mundet të bëni një screenshot këtu, sidomos nëse jeni pak më advanced, sepse këto, çfarë unë jam duke folur tani, ti nuk mundet të bësh të japësh likuiditet, pra ku njerëzit janë duke tregtuar coinet e tua, kur ti nuk i ke coinet akoma. Pra ne jemi duke folur për strategji tani të investors. Sa më shumë kohë ke në këtë fushë, sa më shumë e kupton, sa më shumë coine gjithashtu ke mbledhur, në vend që ti mbash hold dhe ti mbash në një, le ta themi wallet, ti tani mundet ti tregtosh ato. Kush janë këto platforma? Mundet ta bësh në Uniswap, mundet ta bësh në Aave, në Curvo dhe në Lido. So, këto janë të gjithë, po qesha sepse ti ngëlloka shumë interesante kjo, kur e them në shqip, kështu që please, ruajni komentet, por këtu është se si ju mundet të fitoni të paktën 3 deri në 15% APY muaj për muaj. Dhe kjo, siç thash, nuk ka nevojë për asnjë punëtor që ti të paguash mbrapsht, nuk ka absolutisht për një person që të lejoj ty ta bësh këtë gjë. Pra, janë paratë e tua 24 orë në 24, ti mund të ndryshosh dhe mund të bësh çfarë të duash, kur të duash. Pra, paratë e vërteta pasive, si mund të fitosh në kripto, është kur ti vendos kriptot, fiton tarifat dhe gjithashtu mund të tërheqësh kur të duash. Nuk e di, në gjithashtu dua të them një fakt para se të shkojmë në slajdi tjetër, që në bank nëse je duke marrë më shumë se $50,000, në fakt tani e kanë çuar në 10, por nëse ti shkon bankës dhe i thua, ja lekët e tua, ti do shkosh të marrësh në bankë sa lekë të duash. Por nëse je duke thënë që hey, dua $10,000 ose $50,000 mbrapsht, banka është duke të thënë ty, okay, ne tani duhet të mbushim një formular që të fusin në një sistem tjetër që ti tani je duke marrë cashin tënd. Hey, shipe, domethënë nuk e di nëse ju e kuptoni se sa shumë kontroll ne kemi dhe se sa shumë kontroll më keq do bëhet. So shumë e rëndësishme me të vërtetë të kuptoni, edhe nëse nuk e kuptoni, ti dëgjoni dhe t'ju thyhet veshit pikërisht për këto. Tani, liquidity providing ishte kur ti jepje dy coine, por gjithashtu mundet ti të bësh edhe liquidity pool. Për shembull, dua këtë ta krahasoj me pronën me qira.
Kur ti duhet të blesh një shtëpi, e para njëherë duhet të kesh lekun up front. Që ti të blesh një shtëpi duhet të kesh lekun, sepse shumica e bankave, sidomos në Shqipëri, nuk janë duke të suportuar ty për të dhënë ty më shumë para që të thuash, hey, ti tani mund të marrësh kredi nga banka jon që ti të blesh një shtëpi ose një biznes ose çfarë të duash. Patjetër që ndodh, por e përzgjedhur me njerëzit e përzgjedhur, me njerëzit që kanë 2-3 rroga, me njerëzit që punojnë në shtet ose me njerëzit që ata duan. Pra, le të themi ti e duke bler një shtëpi, përveç se të duhet paraja, ti e bleve shtëpinë. Duhet ta rimbash, duhet ta rinovosh, duhet të gjesh njerëzit për t'i futur në shtëpia jote, njerëzit e duhur që mos ta shkatrojnë shtëpinë. Duhet të presësh muaj për muaj nëse ata do të paguajnë apo jo. Potencialisht mund të kesh këste shumë të larta fillestare, sidomos nëse je në moshë të re ose nuk je duke marrë kredi nga 2 persona. Pra, ti ke shumë stres vetëm për të lëshuar një pronë me qira. By the way, nuk jam duke ju thënë që ju tani nuk do lëshoni prona me qira. Kjo është thjesht totalisht një investim tjetër dhe mund të flasim kur të duam për këtë gjë, sepse është aset tjetër. Por dua të them ndryshimin midis shembulli që jemi duke marrë pronat me qira dhe sa e thjesht është liquidity providing në DeFi. Ti thjesht depoziton kripto, fiton tarifat automatikisht, i tërheq jashtëzakonisht kur të duash, nuk të kushton asgjë, pa kosto mirëmbajtjeje dhe mund të fillosh edhe me vetëm $100. Pra nuk është e thënë që ti të duhet $200-300.000 për të bler një shtëpi, sepse ti mund të fillosh vetëm me $100. Dhe patjetër punon 24 orë në 24. Tani, le t'ju japim shpejt e shpejt disa shembuj praktik, sepse e shikoj disa njerëz këtu janë duke pritur për të tregtuar, por mos harroni, ne do të tregtojmë vetëm nëse marketi është duke na dhënë një mundësi. Por kush janë këto DeFi në veprim? Pra si mundet ti personalisht me shembull konkret të kuptosh se si funksionon financa e decentralizuar, ti mundet të marrësh kredi pa bank, pra mundet të depozitosh Ethereumin tënd dhe Ethereum është një coin tjetër që Ina foli pak më përpara, pra coini ose blockchaini i dytë më i njohur, dhe gjithashtu mundet të kesh $10.000, pra duhet të kesh të dyja dollar edhe Ethereum, do i depozitosh në MakerDAO dhe ti mundet të marrësh mbrapsht përsëri cash. Pra edhe pse i ke asete të mbyllura aty, ti e duke marrë cash që të bësh çfarë të duash me jetën tënde, literally çfarë të duash. Një gjë tjetër si mundet të bësh është staking, pra ti mundet të mbyllësh coinet e tua për të fituar shpërblime. Kjo është e njëjti strategji si ti i mbyll lekët e tua që për një vit, për 2 vjet që i mbyll në savings, që të marrësh 1%, është totalisht e njëjta gjë, po siç thash, nuk e nevojën e një personi tjetër. Mundet të bësh pagesa globale, mundet të paguash me dollar, me euro, me Ethereum, me Bitcoin. Gjithandej, pra nuk më pyet mua njëri sa i dërgove gjyshes tim nga Amerika, nëse i dërgoja gjyshes time për shembull direkt me kripto. Okej, fatkeqësisht gjyshja ime nuk di se si funksionon kripto, por do vi dita ku ju dhe fëmijët tuaj do bëni çdo transaksion vetëm online. Madje kanë filluar tani, por siç thash, jeni duke përdorur ose Zelle, ne në Amerikë për shembull përdorin Zelle, Western Union ose platforma të tjera, PayPal, platforma të tjera që mbajnë goxha fees, por nuk është më e nevojshme kur ne dërgojmë midis njëri tjetrit. Ti më dërgon mua, unë ti dërgoj ty, pa nevojën e absolutisht asnjëri tjetër. Nuk e di nëse kemi ndonjë artist këtu ose këngëtar, por ti mundet gjithashtu të krijosh edhe NFT-të tua, sepse kjo është art digital, ku ti je duke e shitur artin dhe gjithashtu je duke marr lek. Por le ta themi nëse je një këngëtar, ti duhet të japësh lekët me menaxhimin, kush të menaxhon, me label records, me çdo person tjetër dhe ty të ngelet gjëja më e fundit, por në fakt ti mundet vetëm të krijosh NFT-n tënde dhe mundet të kesh 100% pronësi të artit tënd. Dhe fatkeqësisht shumica e artistëve nuk e kanë artin e tyre. Kush është një këngëtare shumë e njohur që pikërisht bën këtë gjë dhe nuk paguan asnjë tjetër, pra çdo lek që ajo bën nga arti i saj, është Rihanna. Pra Rihanna e shet muzikën e vet në një NFT dhe kjo tregon pronësinë e muzikës të saj ose artit të saj. Një gjë tjetër që është duke u bërë jashtëzakonisht shumë e madhe, pra është një narrativ shumë e madhe, sidomos tani në këtë cikël në kripto, quhet real world asset. Dhe kjo do të thotë ku ti tani mundet të vendosësh shtëpinë tënde, pra mundet ta tokanizosh dhe të marrësh tapinë e shtëpisë në një NFT.
Dhe nuk ka rëndësi nëse është Rama apo është Saliu në detyrë, sepse kur ndrohen këta potencialisht të vjen edhe shtëpia aty të merret, se thot tjetri jo, kjo tapi nuk është shkruar kur ishim ne në sistem, po asnjëherë asnjëri nuk mundet të ta marrë ty dot shtëpinë nëse ti je duke e tokanizuar dhe je duke e krijuar një NFT. Dhe këto është njerëzit janë duke bërë miliona dollar vetëm duke marrë si thuhet, jo taks, tapin, po, faleminderit. Si janë duke marrë tapin e tyre që 100% të jetë prona e tyre. Tokanizimi i pronave, siç po thoja, dhe kontratat e zgjuara, pra është ekzekutimi i garantuar sepse shiko, njeriu ka ndjenja. Ne mund të zemrohemi me njëri tjetrin nesër pas nesër, mbase unë të kam inat ty dhe nuk të dua të hap një bank accounti për ty, ose e kundërta. Por kontratat e zgjuara nuk kanë ndjenja. 1+1 është gjithmonë 2, nuk ka rëndësi çfarë mendon ti për mua ose çfarë mendoj unë për ty. Pra gjithmonë ekzekutohen. Tani, le të flasim çfarë është gabimi më i madh në treg, në kripto, në sistemet financiare, është sepse njerëzit nuk dinë ciklat që ne përdori pak më përpara, pra si funksionon që marketi ngrihet 3 vjet, ulet 1 vjet dhe gjithçka funksionon me cikle. Imagjino, trupi jon funksionon me cikle, viti funksionon me cikle, dita funksionon me cikël, pra çdo gjë dhe tregjet financiare funksionojnë me një cikël. Cili është cikli në kripto? Ke frikën, pra atje është faza e akumulimit, ke optimizimin, atje është ku çmimet fillojnë rriten pak, pastaj ke euforin, ku shumica e njerëzve janë duke erdhur dhe duke blerë sepse kanë dëgjuar në televizor që po ju del kripto në televizor, ose kanë dëgjuar që Trumpi do e çojë Bitcoin në 5 milion dollar. Por në fakt, këtu është ku ne shesim, pra ne kjo eufori, dhe kur ti je duke blerë, ne jemi duke shitur. Kur them ne, jam duke thënë tregtarët që e kuptojnë sistemin, e kuptojnë ciklin, sepse ti duhet të blesh kur shumica e njerëzve janë duke thënë kjo nuk do funksionoj, do shkoj në zero, dhe ti duhet të shesësh momentin kur të gjithë janë duke thënë, hey, tani në fakt ne do shkojmë në 5 milion. Momentin kur dëgjoni këtë, sidomos një person që s'ja ka iden fare për kripton, pra po, shit edhe prit për ciklin tjetër. Pra ky cikël ripërsëritet përgjithmonë çdo 4 vjet. Të paktën deri tani e kemi çdo 4 vjet, potencialisht mund të ndryshojë. Duhet jemi të hapur për këtë. Pra, siç thash, shumica blen euforin, pasi kanë bler euforin edhe nëse je në konin më të mirë. Le t'ju tregoj një shembull këtu që ta shikoni tamam se çfarë jam duke folur, sepse bëhet pak më e prekshme. Le të shohim në Bitcoin për shembull. Bitcoin, le të shkojmë në 2 ditor, nuk ka rëndësi se në çfarë ti do e bësh, por shiko. Pra, këtu në tetor të 2025-s, çmimi i Bitcoinit ishte 124. Mirëpo sa 124K. Mirëpo sa njerëz blen në atë moment, pra në këto qirinjt këtu, by the way, qirinjt jeshil do me thënë ku njerëzit janë duke bler, dhe qirinjt e kuq do me thënë që njerëzit janë duke shitur ose investuesit. Pra, sa shumë njerëz blen këtu, ose këtu, në 97, ose edhe në 71K. Këtu e keni çmimin ku ja u tregon. Dhe ishin duke pritur që çmimi të shkonte më lart, por në fakt ata mundet të kishin bler këtu në 15K, në 15,300 që ishte në nëntor të 2022-shit. Pra shumica e njerëzve vinë blen këtu, edhe pse është në një coin fantastike si Bitcoin, vinë blen këtu. Pastaj kur jemi dhe hymë në ciklet e tjera, pra në ciklin e frikës, në ciklin e depresionit, në ciklin e shitjes, sepse, siç tham, çdo 4 vjet kjo është çfarë ndodh, thonë di çfarë, unë më mirë do iki, sepse kjo është vetëm në humbje, dhe futen në panik. Mirë, po çfarë ndodh? Kur ti je duke u futur në panik, pikërisht njerëzit që shitën këtu janë duke pritur që ti të shesësh dhe të blen me një çmim më të ulët. Pra është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme të kuptoni ciklin, sepse kështu është gjëja më kryesore se si ju do jeni fitimprurës, vetëm nëse kuptoni ciklin. Këtë nuk dua të flas tani sepse është pak, nuk dua t'ja u mbush kokën akoma më shumë me terma që është okay, mundet ti bisedojmë ditë tjetër. Pra, gjëja më kryesore që ti duhet të bësh është të blesh poshtë edhe të shesësh lart. Është e njëjta gjë çfarë bën tregtari jot i domateve. Ti është duke të shitur ty domatet me 1000 lekë, është duke i bler me 700 lekë. Ne jemi duke bërë pikërisht të njëjtën gjë, pra ti je duke u munduar të blesh tregun poshtë dhe ta shesësh lart, por që të blesh këtë treg duhet ta kuptosh.
Edhe njëjta gjë, ti nuk mundet të shkosh nesër të shesësh domate, sepse ti nuk e di ku ta blesh, nuk e di tregun sa është, nuk e di ta futen apo jo edhe me çmimin. Pra, gjithçka ka një cikël dhe ti thjesht të duhet të dish se çfarë je duke bërë. Dhe në pikërisht ky është qëllimi i këtij trajnimi, edhe pse mundet të duket si shumë i gjatë ose shumë i lodhshëm, por shiko, nëse ti nuk ke 2 orë për të dëgjuar dhe të mësuar diçka të re për të ndryshuar jetën tënde, asgjë nuk do ndryshojë. Çdo gjë do ngelet e njëjtë. Ti do jesh këtu, do jesh duke u qarë për çmimet, për paga jote që nuk rritet, gjithçka rritet përveç pagës tënde. Dhe ti tani je i detyruar të shkosh në një punë, në një tjetër, 3-4 punë dhe të vdesim derisa të punojmë. Nuk e di për ju, por mua personalisht kjo më duket gjëja më tragjedia më e madhe në këtë botë. Tani, ku ta kuptosh në çfarë cikli jemi, siç thash, duhet të më ndiqni mua, ose duhet të ndiqni të gjithë njerëzit e tjerë që e kuptojnë se si funksionojnë ciklet, por më e rëndësishme është të mos ndiqni asnjë dhe të kuptoni se si funksionojnë ciklet vetë, sepse është shumë mirë të dish se si të hash peshk. Tani, gabimi numër 2 është kur ti shet lart, edhe një herë e tham këtë, pra shumica e njerëzve shesin ulët, edhe pse kanë bler lart sepse panikohen, futen në panik, por nuk kanë kuptuar ciklet. Tani, si të hapim një llogari, arsyeja pse ju pyeta është sepse ne do bëjmë një live trading. Dhe shpresoj që me të vërtet marketi të na japi një trade që unë t'ju tregoj ju se sa e thjesht është për të tregtuar. Dhe për të tregtuar si një profesionist, jo për të tregtuar si, le ta themi, si një gambler, si një bijozli. Tani, do shkoni unë nuk do e bëj këtë me ju do shkoni ta hapni vetë. Unë personalisht po përdor MEX sot, po mundet të përdorni këdo, mundet të përdorni Binance, mundet të përdorni MEXC, mundet të përdorësh Bybit, çdo exchange ku ti mundet të verifikohesh. Do bësh sign up, pastaj do të kërkoj se çfarë ti je duke bërë, pra KYC, emri mbi emri, të gjitha informacionet, edhe do shkosh atje ku thot spot trading. Spot trading ti nuk je duke tregtuar me lev, pra ti je duke bler këtu dhe duke shitur këtu. Nëse do të bëjmë me leverage, siç ne do e bëjmë tani me lev, ne do jemi në futures trading. Pra unë po shkoj pak në MEXC, shpresoj që të jam e lidhur, nuk jam e lidhur, let's ta bëjmë këtë së bashku këtu. Dhe le të gjejmë një coin që duam të tregtojmë. Si thash, nuk do të tregtojmë vetëm sepse duhet të tregtojmë dhe jemi së bashku tani, por do të tregtojmë nëse marketi me të vërtet na jep një mundësi. So, the password has been sent to your address valid for 5 minutes. Okay, docs, për ta bëjmë në share këtë, sepse më duhet të shkoj për një sekond në my email. Nuk e di pse ma pas kanë dërguar në email, por ky është një qëllim tjetër kryesor përse unë merrem me DeFi, sepse nuk kam pse verifikoj absolutisht asgjë. Sepse tani për shembull nuk po më las të verifikohem, që është interesante. Këto i ka kur jenë live në transmetim, por edhe tek, shiko, tek është i vështirë, nuk është aq i thjeshtë sa mendojnë njerëzit. Pra, login with password. Pse bre? Një sekond. Give me 1 second. Sepse duhet të autentikohemi tani. So, authentication, MEXC. Sa ta bëj këtë? Qëllimi kryesor pse jam duke e bërë këtë, by the way, që edhe ju do e bëni, është që unë të mos hakohem. Prandaj duhet të kesh gjithmonë 2-factor authenticator, ose jo t'ja vesh passwordin ku di unë mami 1 2 3 4, ose emrin e gruas ose të burrit. Like, duhet të dim se si t'i ruajmë edhe fondet tona. Le të shkojmë, unë do të tregëtoj. Okay, prit, t'ja u hap. Një sekund, t'ja u hapim tani. Okay, unë jam këtu në MEX dhe do shikoj për Solanën. Mund të shikojmë çfarë do lloj coini të duam, por le të shikojmë mirë Solanën. Nëse mund të tregtojmë live dhe të marrim ndonjë trade apo jo.
kur të na I lejoj kompjuteri, se jemi në kushtet e tyre, jo në kushtet tona. Megjithatë, le të shkojmë të shikojmë këtu 2 sekonda chartin se çfarë jemi duke bërë. Ne nuk do të tregtojmë ditore, kështu që na duhet të shikojmë 15 minutë edhe poshtë, edhe le të shkojmë në, le të shikojmë një Bitcoin, çfarë është duke ndodhur me Bitcoin. Okej, siç e shikoni këtu në Bitcoin, ne kemi arritur, jemi në rezistencë tani, pra kemi patur një rezistencën këtu 2 herë, 3 herë. So potencialisht këtu mundet të futemi në një downtrend. Megjithatë, çfarë dua të bëj është të kem këto EMA-t e mia të hapura, sepse shikon, pra nëse Fibonacci është duke më thënë mua që këto janë rezistencë, jo vetëm Fibonacci, po edhe charti ma tregoi këtë, pra edhe çmimi I njerëzve, erdhën këtu, nuk e mbajtën dot e ulën poshtë. Kjo do të thotë që për 3 herë ne kemi këtë rezistencë. Po kjo ishte në 15 minutë. So le të shikojmë pak në 2 minutë për të shikuar nëse ne mundet të bëjmë një shitje këtu. Nuk mundet ta bëjmë akoma, përse? Sepse këto lajnat janë si support edhe rezistencë. Pra çfarë duhet të dimë është që ne nuk futemi në trade, të futesh në një trade thjesht sepse dua unë tani të futem në një trade. Por marrim disa vendime intelektuale, inteligjente, sepse ti je duke shikuar se çfarë është duke bërë marketi. Gjëja e parë që duhet të mësoni, por nuk dua të futem shumë në thellësi siç thash, të futem për të treguar dhe për t'ju shpjeguar strukturën tani, por arsyeja pse nuk mundet të futemi tani është sepse e para njëherë nuk ka volum, nga duket që nuk ka volum, duket nga sa të mëdhenj janë qirinjt, e dyta ne jemi sipër EMA-s. Kjo është 50-ta, kjo është 200-ta. Kështu që momentalisht nuk është duke na u dhënë një trade. Por le të shkojmë në Solana, le të shkojmë të shohim nëse Solana mund të kapim diçka. E njëjta gjë këtu, jemi duke u konsoliduar. Pra, shikon, kjo është pika e konsolidimit. Këtu e kemi rezistencë, këtë pikën larg, këtë pikën poshtë, e kemi support. Dhe tani çmimi është midis kësaj lajnës. Çfarë mundet të ndodhi tani, ne potencialisht mundet të jemi për një trade. Let's see. Konsolidim, kështu që edhe pse këtu tani jemi në fakt duke krijuar pak strukturë të madhe. Unë e kam në 2 minutë këtë, po megjithatë bear with me, do jemi në 2 minuta. So, nëse e shikon, jemi duke e mbajtur këtë si support, por çmimi nuk është duke lëvizur shumë. So, çfarë mundet të ndodhë tani? Nëse shkon çmimi edhe një herë këtu na prek këtë 84-71, kjo do ishte fantastike, një entry fantastike, nëse na I mbante për të shkuar më lart. Nëse jo, actually we can enter this. Edhe pse është premature, kjo trade është totalisht premature. Pra nuk është një trade ku do të t'japi ty goxha fitime, por mundet të futemi edhe të lëm një stop loss të vogël. Dhe mundet të futemi se potencialisht mundet të shkoj të na I testoj këtë 85-36, edhe pse është në mezin e çmimit, so I don't like it at all. Por një gjë tjetër çfarë do bëj është do vi të shtoj indikatorin tim pas konfluencave të tjera. So, duke na treguar kur të blejmë dhe kur të shesim, përveç 3 konfluencave të tjera. So let's see. Në 5 minutë, we are in a buy. Jemi duke bler. Në 2 minutë, nuk është duke lëvizur shumë, sepse s'ka volum. Le të shohim mbase XRP-n. Mbase kemi një mundësi tjetër me XRP. Okej, këtu struktura e XRP-s është e njëjta gjë. Fatkeqësisht këto kur nuk lëviz njëra, nuk lëviz asnjë, sepse kur vjen marketi, pra kur vjen cikli, ose kur vjen likuiditeti, vjen në Bitcoin dhe pastaj në të tjerat. Por le të shohim mbase këtu kapim një short, një ulje. Kishim ndonjë lajm të interesant sot? Çfarë dole me lajmet? Shikon. CPI doli, CPI tregon çmimet e price index, çmimet e ushqimeve për shembull, ose çmimet e shtëpive. Dhe siç e shikoni janë rritur. Ishin duke pretenduar që do I kishim 0.3, tani I kemi 0.2. So let's go të shohim nëse këtu do e bëj reject XRP apo jo. Nëse na I bën reject, futemi për një short. Nëse
është duke dalë, do të thotë që do e ndalojmë trading sepse në fakt është për lart. Let's see Solana, okay. Jemi në 2 minutë, by the way. Por shiko, këtu mundohu të mos tregtosh kur charti është kështu, pra kur është duke shkuar në të djathtë. Ne do mundohemi të kapim këto lëvizjet, pra kur charti është duke shkuar poshtë ose kur është duke shkuar lart, sepse ti je duke e shikuar se çfarë është duke ndodhur dhe mundet të marrësh vendime shumë më të zgjuara. Kurse kështu charti është duke u zënë, pra blerësit dhe shitësit në thonjza duke u zënë me njëri tjetrin, kush do jetë më i fuqishëm. Le të shohim ndonjë coin tjetër nëse mundet të futemi, prit në Hyper. Okay. Hyper duket pak më mirë për një sell, arsyeja pse sepse kemi rënë poshtë 50-s këtu. Le ta shikojmë aman pak në një. Ja, shikon, kurse në 5 minuti, prandaj duhet të shikojmë në time frame të ndryshme, sepse në 5 minuti, shikon ne këtu kemi një support në 41.96. So, nëse ti nuk e bërë të paktën një risk to reward ratio 1:2, nuk është edhe shumë fantastike për të futur. So, let's see. Çfarë mund të bësh? Gjithashtu mund të vesh një alerte që të thotë kur çmimi kalon 41.8, pra 42.10 cent, unë dua që të blej ose të shes. So, kjo do ishte nice të na shkonte poshtë dhe të na bënte një deri këtu. Këtu është se ku do e hiq jam 41.78. Por siç e shikoni nuk po lëviz fare. Shikon, jemi brenda EMA-s në 1 minuti dhe thjesht duke u konsoliduar. 2 minuti, jemi poshtë, më pëlqen që jemi poshtë 50-s këtu, kështu që edhe pse është premature mund të futemi në një short. Short do të thënë kur ne jemi duke shitur, jemi duke thënë që çmimi do shkoj poshtë. Dhe le të bëjmë. Le ta shikojmë pak në 10 minutë. Ja. So, është duke u rritur dhe mënyrën se si mundet, duke ulur dhe mënyrën se si munden ta shikojmë këtë është kështu. Kemi patur 1 herë, 2 herë, 3 herë që kemi rezistuar, so mundet të futemi këtu. Ose unë do futem këtu. Edhe pse nuk është, unë personalisht si Jori nuk do e merrja këtë trade tani, po thjesht dua të marr një trade me ju thjesht për t'ju treguar që shiko, është shumë e thjeshtë, vetëm të duhet të dish se çfarë je duke bërë. Edhe nëse je gabim, a e dini ju që traders më të mirë janë gabim 40 deri në 50%, por qëllimi është që të kesh më shumë fitime se sa humbje, pra fitimet e tua të janë më të mëdha se sa humbjet. Edhe nëse je në humbje ose nëse je gabim, le ta themi në këtë trade, pikërisht prandaj është pse ne do kemi një stop loss. Një stop loss exactly. So let's go find MEXC këtu në Hyper. Let's go find të gjejmë Hyper në MEXC, po pse nuk më lëviz çfarë drejshin ka? Do që të tregtoj Goldin. Është edhe pak i ngarkuar tani kompjuteri, so prandaj është duke luajtur numra me ne. Në momentin kur të më nxjerri Hyper, shpresoj të mos jetë, ja shikon, është duke ulur already. S'ka se derisa të na dalin e kjo 50-a, poshtë 50-s është totalisht okay, ne mund të presim. S'do, që ti bësh? Bjeri këmbë sa duash. Like, seriously, asgjë nuk funksionon për mua tani. Prit, do presim, do jemi patient edhe për pak. Ju se çfarë duke thënë këtu, fatkeqësisht nuk ja lexoj dot, në fund të muajit jemi profit, kjo është exactly. Take a trade në gold swap, të tekem a trade tani? Po ja pse se pa mirë goldin, basa vetëm goldin a lejon kjo sot. Let's see. Le të shkojmë të shikojmë mirë goldin. Çfarë është duke ndodhur me goldin ton, okay? Në 5 minutë është bullish në buy. Megjithatë, le të shohim. T'ja marrim pak këtu 2 sekonda. Të ku mundet të na vi tërheqja. E shikon? Ka arritur, do më thënë,
U rikuperua 50%. Actually, let's go in a gold trade. Yeah? Yeah. Gold trade? Well, let's do it. Çfarë do bësh këtu? Këtu do jetë isolated. Pra, jo të jetë po nuk më punon tani. Është frozen. A ta bëj nga telefoni unë, ta vendos nga telefoni edhe më del këtu. Pra, çfarë do bëjmë tani është ku e kam goldin? E kam goldin këtu, le ta marrim në 2 minutë. Dhe çfarë ne do bëjmë tani në gold është Shiko, është pak premature kjo, sepse jemi si për EMAs. Megjithatë, do bëjmë një gamble tani së bashku, me që e kemi këtu. Këtu e kishim support, këtu rezistencë dhe nuk e mbajti. So çfarë do bëjmë është, do futemi në një short. Do futemi në një short. Do futemi pikërisht këtu, pasi të mos na I mbaj këtë rezistencë, pra, like right here. Dhe stop lossin do e vendosim pak fare më lart se sa kjo rezistencë këtu. Dhe ku do I kemi take profitin e parë? Të parin do e kemi këtu. Në EMA tjetër. Megjithatë, shiko shipe, është pak I nxituar sepse këtu kemi një support. Dhe nëse supporti mban, do me thënë që trade jon I was not smart. So edhe goldi momentalisht nuk është në një futje. Sepse shiko, indikatori është duke na u thënë ne, edhe pse ne duam që të jemi right në market. Shiko, marketi është duke na treguar ne, duke krijuar një low këtu, duke krijuar një më të lartë, një maj më të lartë se kjo, pra një higher high, këtu duke krijuar një higher low, pra një ulje, po me lartë se kjo. So tani kjo këtu 0.3 në 4737 mundet të aktroj totalisht si një support. Këtu e kishim rezistencë, tani po testohet për herë të tretë që është support apo jo. So u bëm lëmsh thot. Po pra pikërisht u bëm lëmsh sepse jemi duke u munduar të futemi në një trade live pa bërë asetet e duhura, sepse ti nuk mund të futesh vetëm sepse unë dua të futem ose se ju duhet të futeni. Ne duhet të futemi vetëm nëse marketi na tregon. So yes, deri tani do marr disa pyetje, unë po futem nga telefoni në gold, siç thash ku jemi duke u futur, e shikon këtu po na I mban si support. Të paktën deri tani. To unë këtu do jem me Elenën duke bër grafiku jo shumë I qartë. Shiko, nëse është era e parë e jotja që jetë duke tregtuar, ti nuk do e kuptosh se si është grafiku. Opa, shiko. Është duke ulur, so that's nice. Është koha jo e dur, exactly. Nuk është kohë e dur. Nëse duam të futemi, mund të futemi, të djegim kot sa lek. Më kupton thjesht sepse duam të bëjmë si në kazino. Po është pastaj pse jemi këtu, mund të thjesht shkojmë në kazino, luajmë me $20 dhe mirupafshim. No, absolutisht nuk po nxefen fare, po them që është shumë e vështirë të kuptosh ti çfarë si duket charti, nëse nuk e kupton se si të lezosh një chart. Apo je duke thënë që është I pa qartë nga mënyra se si duket, nuk duket qartë. So Okej, ndërkohë që jemi duke pritur, mund të na bëni pyetje. Edhe ju lutem mos humbisni datën 2. Ditën e 2 pra nesër, sepse nesër do kemi shumë gjëra interesante të cilat do vazhdojmë të flasim. Shpresoj që deri tani ju kemi dhënë mjaftu shumë vlerë si në aspektin fillestar edhe në anën e avancuar. Ne duke shikuar goldin by the way, që të futemi. Jori është ndërkohë duke ulur fare. Unë do doja të më bëni pyetje që të mundeshim të përgjigjeshim. Nesër, by the way, a dallojt tek si korçar unë tek Jori edhe Jori kemi nuk fatkeqësisht nuk na ikën. Nesër në të njëjtin orar, nisim në orën 7, nesër do jetë speaker Marsidi. Marsidi është një trader I licencuar nga bursa gjermane për të dhënë edukim financiar mbi tregje financiare, kështu që ju lutem mos e humbini sepse do jetë një vlerë e jashtëzakonshme. Jo, Marsidi nuk është korçar. A është eToro një aplikacion safe? Unë personalisht nuk përdor eToro.
E ke përdorur ti? No. So, disa njerëz janë duke thënë si mundet ti vendosim këto indikatoret sell dhe buy. Ne kemi ndërtuar vetë këtë indikatorin, duke mbledhur 14 indikatorë që ne përdorim më së shumti dhe i kemi vendosur në një, pra le ta themi si një bat që është duke të thënë ty kur të blesh dhe kur të shesësh. Kështu që ky është se si mundet ta marrësh. Si të largojmë lakmin dhe emocionet nga trading, ne aq shumë jemi të fokusuar mbi pjesën e mentalitetit, sepse kjo pyetje ka të bëjë me mentalitetin, jo vetëm në trading, por edhe në mentalitetin dhe zhvillimin tënd personal. E gjitha është çështje kontrollimi të gjendjes tënde emocionale. Pra lakmia është një ndjenjë e cila ty të vjen në momentin që ti je duke punuar me paran, domosdoshmërisht. Ishte një meme pas para disa ditësh, theshte si ndihesh ti kur je duke punuar në bankë, edhe tregonte një mace me peshq anash. E njëjta gjë ndodh edhe në treg. Pra, kur ti e di që ka para për të marrë, normalisht që të zë lakmia, por kur punon me emocione dhe kur ti ndjek një strategji të dur dhe rregulla të cilat ti nuk i shkel asnjëherë, atëherë lakmia s'ka se si të hyjë në lojë kur ti je ndjek thjesht rregullat. Shiko, çfarë dua të shtoj aty është që vjen edhe me eksperiencë, sepse është e pavitueshme që ti do kesh të gjitha emocionet do shfaqen literally çdo ditë kur ti je duke tregtuar. Kështu që sa më shumë tregtim, dikush tha sa më shumë lekë duke humbur, fatkeqësisht është e vërtet. Ti do i menaxhosh emocionet e tua vetëm kur fiton dhe kur humb. Qoftë edhe kur fiton, sepse kur fiton të duket vetja që je traderi më i mirë. Kur humb të duket më i keq. Mund të hapim linkun për të marrë bonusin, linkun do ja u dërgoj unë për të marrë atë bonusin ku mundet, varet me, po duhet të depozitoni një për të marrë $100. Ka brokera të ndryshëm, për shembull brokerin do jemi duke u dërguar atë. Ne jemi duke përdorur tek dhe për Forex kryesisht, quhet PIO Prime. Brokeri jep shpeshherë bonuse të cilat janë 100% të depozitës tënde. Pra nëse depoziton $100, ke $100 ekstra bonus. Nëse depoziton 200, ke 200 të tjera. Ky bonusi është për që ti të kesh më shumë kapital dhe të mundesh të tregtosh, por nuk është available, domethënë nuk mund të tërhiqet. Ja u dërgova aty. Binance është e sigurt. Po, Binance është shumë mirë. Më tregon një cold wallet për iPhone të sigurt për BTC, USD, Ethereum, për Trezor. Trezor, okay. Mund të përdorësh Trezor, tani në fakt duhet ta kenë adoptuar në telefon, sepse më përpara ka qenë vetëm në kompjuter, kështu që prit të konfirmoj. Sa kushton kursi juaj nga afër, se këtu si më është të zgjuar të kapim në ajër gjërat. Ne nuk kemi kurs nga afër, por ne kemi një komunitet edhe nesër do japim më shumë informacione për sa i përket moduleve që na ofrojmë, akademisë dhe gjithçka tjetër në vijim. Kështu që mos e humbisni ditën e nesërme. Trezorin mund të ta përdorësh nga telefoni. Yori, you're my favorite trainer. Kush ta thot këtë? Eri, faleminderit. Ku të hapim llogarinë me Guys, unë ja u postova linkun këtu tani në komentet. Duhet të jetë mbase në emri i Elenës, sepse unë jam në kompjuterin e Elenës, Elena në kompjuterin tani. Po atje është ku mund të regjistrohesh për të marrë $100 kur ti depoziton 100. Pra, futët 100 me 100 tjera nga exchange-i. Këto nuk ti jap unë, nuk ti jap absolutisht. Pra, thjesht sepse unë jam duke u futur dhe duke ju thënë ju që të futeni në Mex. Ne këtë është çfarë përdorim, edhe mund të ta përdorni dhe ju nëse funksionon. Shleriani thot, po bëj 2 javë që kam filluar trading, blej kur janë lart, edhe shes kur janë ulur. Po pra, sepse blej në eufori edhe shet në frikë. Kjo është një nga frikrat më të mëdha dhe një nga gabimet më të mëdha. Edhe BitGet është gjithashtu. Edhe BitGet mund të futesh. Ne do i kemi të gjitha këto linket së bashku në një sheet për ju, pra në një Google Sheet, që ju të vendosni me kë exchange të doni. Po, në një PDF. A është momenti i dur për të investuar tani në Bitcoin? Unë personalisht do thoja që momenti i dur do jetë kur ne të arrijmë të gjejmë një bottom, pra një fundin më të poshtë. Megjithatë, duke ditur që ti nuk e di kur vjen ky fund, mund të blesh disa herë. A është Mex platform brokeri? Është form brokeri, po quhet exchange sepse je më shumë me kripto, nuk je me asete të tjera ose me indices.
shumë adresa Keni shumë false. kujdes, madje më kanë mbyllur edhe TikTokun tani. Kështu që please keni shumë kujdes sepse unë s'kam as TikTok. No, në trade nuk u futa e para njerë sepse kisha, le ta shohim se çfarë është duke bërë me këtë chart. E para njerë sepse nuk më funksionon MX-i nga kompjuteri, nuk e di pse, por e dyta, këtu ishte ku mundet të ishin futur, atje ku thamë së bashku, dhe ku do ishte limiti për ta marrë këtu, me gjitha të çfarë nuk më pëlqen, edhe në 1 minutë nuk më pëlqen që jemi si për EMA-s. Edhe në 2 minutë jemi si për EMA-s. Shiko, so me të vërtet jemi në një sell dhe mundet të jetë një sell sepse shiko, e kemi bërë reject një herë këtu. Prit ta mbyll pak këtë që ta shikoj çmimin. So e kemi bërë një herë reject këtu. Jam vetëm në 2 minuta, kështu që çdo gjë mundet të ndryshoj, po. Reject. Morëm likuiditet këtu, tani bëm reject përsëri këtu. So let's see. E shikon, pra edhe nëse ishim futur tani, do kishim ngelur duke u konsoliduar këtu. Nuk do doja që të futeshim në një blerje dhe ne të ishim në konsolidim. Çfarë është EMA? EMA do me thënë EMA, edhe është moving average, pra është matematik ku është duke kalkuluar, unë personalisht jam duke përdorur 50-ën edhe 200-ën, ku është duke kalkuluar se çfarë është duke ndodhur në momentumi në 50 ditë, ose average e njerëzve që janë duke blerë në 50 ditë edhe në 200 ditë. Okej. Mund të vazhdojmë ndërkohë që jemi duke pritur. Duke pritur që të jap tregu një konfirmim. Atëherë çfarë mësove sot? Sot mësove për DeFi, për Decentralized Finance, financa pa banka, kredi, stocking, likuiditet, pagesa globale. Diferenca midis pronës dhe liquidity pool, e njëjta logjik, pa telashe, ciklet e tregut, që mos presësh majën për të investuar, vendos objektiva dhe shit në faza dhe jo me emocione. Mësove për sa i përket brokerit Max, hapëm llogarit, gjithashtu po shikojmë mundësi tregtimi, dhe 6 mënyra të ardhurash: trading, DeFi, stocking, affiliate, hold dhe copy trading. Pra, hold, do doja pak këtë pjesën e copy trading të ta shpjegoj unë, edhe affiliate, po mund të flasim pjesën e staking fola. Po, staking fola, kështu që. Pra, mënyra se si ti mund të bësh para nëpërmjet affiliate, unë do e cek pak fare, sepse nuk do doja të zjatesh atë kjo, se sot jemi për trading, por gjithashtu ti mund të bësh para edhe duke rishitur në rrjete sociale, apo qoftë në face to face, jo vetëm një produkt tëndin, ose një produkt digital, por edhe produkte të kompanive të tjera. Që do të thotë? Për shembull, nëse ti vendos të bësh një affiliate në kompani të ndryshme në Airbnb, çfarë do të thotë të jesh një afiliator ose një referues në një kompani për shembull si Airbnb-a? Do të thotë që për çdo referim ose për çdo shitje që ti bën tek ajo kompani, atëherë ti merr 1% mbrapsht. E njëjta gjë ndodh edhe me brokerat investime, që nëse ti je duke referuar dikë tek një broker, e njëjta gjë ndodh edhe me kompanitë të caktuara, të cilat të japin mundësinë që ti të krijosh ose të kesh një program afiliatori nëpërmjet kompanive. Kur ti je një afiliator, ke jashtëzakonisht shumë benefite, sepse ti nuk është nevoja që të shpikësh një produkt, tashmë produkti është krijuar, ti nuk është nevoja që të marrësh risqe për të vazhduar këtë biznes, sepse risku është marrë tashme nga ata që kanë krijuar kompaninë, e vetmja gjë që ti bën është duke u bashkangjitur si një partner biznesi me kompaninë. Ne brenda programit ton e ofrojmë këtë pjesën e affiliate marketing brenda komunitetit dhe akademisë, kështu që ne do flasim më shumë për sa i përket kësaj dhe në ditët në vijim, edhe qoftë në rrjetet tona sociale, ose edhe nëse keni kërkesa edhe në këtë masterclass. Ndërsa copy trading, a funksionon affiliate për kripto ose stock? Unë jam duke u futur në një Solana short tani, by the way, një scalp shumë i vogël, sepse e shikoj që na është 3 herë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, na është bërë si rezistencë, kështu që po vendos një, why not? Okej, po hymë në Solana për sell. Çmimi 85.17.
stop loss take profit? Stop lossi në 85.35 edhe take profiti do ishte nice në 84. Një sekond të Mund të dhe ta shkruajmë këtu. Sol 85.17 entry 85 75. 17. Okay. Share screen thon. Po e kam këtu, jam në një kompjuter tjetër pakesisht. Share screen të vimi. Okay. Okay. Po ftem nga telefoni, ja? Thjesht për ta ditur se. Okay. E shikoni ekranin? Shikoni ekranin? Oh no, shpresoj të na. E shikon? E shikon? Okay. Oh, okay. So, let's see. Nëse këtu do e kemi një reject apo jo. Kishim disa herë rejection. Edhe jam në 1 minutë, by the way. So now, let's see. Kjo nuk është një këshill financiare? Po, kjo nuk është një këshill financiare, kjo është totalisht opinioni i Jorit. Kjo opinioni i Jorit pak i nxituar, por që edhe pse totalisht jam konfidente në do e uli një herë. Vetëm tani mos kemi ndonjë lajm, imagjino të kemi një lajm tani Trumpi, duke na dalë ne duke thënë që lufta, okay. It's going okay. Volumin ku e ke ti? Ta shoh pa këtu. Ups. You can continue in a second. Okay. You want? No. Do bëjmë stop share? Të vazhdojmë me ekranin tim. Vazhdo me tëndin. Nëse do na ndaloj apo jo, ndalimin e kemi në 85.36. 85.36. Okej. Besoj se e shikoni ekranin tim. Ndërsa copy trading do të thotë kur ti kopjon tradet automatikisht, kjo është diçka që bëhet në mënyrë automatike të një traderit që ti zgjedh ta ndjekësh. Dhe nga ky masterclass, pasi kaluajmë pothuajse 2 orë, jo pothuajse, po 2 orë që jemi së bashku, sot mësove mundësitë, pra një strategji të provuar, që shumica nëse nuk përdor një strategji u mbasin para, nesër do flasim për jo vetëm për krizat, por do flasim për mundësitë e arta që janë, sidomos tani me luftën që po ndodhin për të kuptuar se pse po ndodh kjo gjë që po ndodh. Pse çmimi i naftës është ngritur në stratosferë dhe cila është arsyeja e vërtetë e luftës dhe si mund të përfitojmë ne para ose mundësi financiare në gjitha këto kriza që ndodhin. E di që ciklet ekzistojnë. E di që DeFi jep fitime, e di që tani tashme duhet të shitur lart dhe jo kur thot komshiu bli Bitcoin, ti do shkosh të blesh. Çfarë vjen nesër? Nesër vjen Marsidi, për të cilin unë jam shumë excited. Kam disa vite tashme që të bashkëpunoj me Marsidin dhe sa herë e dëgjoj në për masterclass dhe jo vetëm në trajnime, mësoj shumë gjëra. Domethënë është një njerëz me një background financiar shumë të lartë edhe jo vetëm ka të background financiar dhe patjetër që është i licencor në tregje, por bën vazhdimisht hulumtime dhe kërkime që të sjell më të mirën dhe informacionin më konkret tek ju dhe tek njerëzit. Kështu që nesër në orën 7 jemi sërish live në Zoom, i njëjti Zoom link, linkun e Zoomit mund ta gjeni në email, kështu që siguroni që të hyni në kohë. Përmbajtja e ditës së dytë do ketë analiza teknike, risk management si të mbrosh kapitalin tënd çdo herë, strategji profesionale, smart money concepts, cila është strategjia që ne përdorim e cila është strategjia më futimprurse, edhe një plan 90 ditor, i cili do prezantohet nga unë edhe nga Jori. Tani dallimi midis atyre që fitojnë dhe atyre që nuk fitojnë është i qartë. Nuk është se disa janë më të zgjuar,
Nuk është se disa kanë më shumë para, dallimi I vetëm është që disa kanë marrë vendimin të mësojnë edhe vepruan dhe të tjerët presin se një ditë do mësoj. Edhe ajo ditë nuk vjen asnjëherë. Tani, unë do ju përshëndes nga ana ime, do shihemi nesër në të njëjtën orë, nesër do kemi dhe bonuse ekskluzive për ju. Okej? Merrni vendimin të jeni nesër, merrni vendimin që të ndryshoni diçka në jetën tuaj dhe do shihemi nesër. Nesër do flasim edhe për mënyrën se si mund të na bashkoheni. Okej? Shumë puthje nga unë. Përpara se të ikim, tipia në Solana ishte 85.35. Fatkeqësisht është duke na u konsoliduar tani, por gjë e mirë që kemi është që ka këtë çmimin 85.17 hyrjen ton, është që e ka bërë reject të paktën 3 herë. Kështu që edhe pse në fakt trendi është up, pra struktura është duke shkuar pak më lart, deri tani jemi 12% lart. Por me një trade jashtëzakonisht jo shumë të qëndrueshme, sepse chartin it's not going ku ne duam, nuk ka volum absolutisht. Trading duhet të pranosh që ndonjëherë je saktë, ndonjëherë tipi sa është 85.35. Jo, tipi është më fal, tipi, 84.70. Well, 84.93 tipi e parë. Okay. Tipi e dytë është 84.73. Nëse na I çon atje. Por tani sa është ora në Amerikë tani? Ora 3. Jo, sot është e premte. Marketi është sot nga ora feston Pashkët. Pashkët. Po, me vërtet. Dhe nesër do jemi në një ditë të shenjtë bashkë, më pas mund të shkoni. Por pra tani është vetëm të konsoliduar, kështu si jemi duke bërë absolutisht asgjë, shpresoj që nesër të jemi duke marrë një trade. Nesër është e shtunë, okay. Ja. Marketi sot ishte mbyllur, edhe pse marketi I kriptos asnjëherë nuk mbyllet, por investuesit nuk është se janë duke bërë ndonjë gjë. Përveç se tani kur të vi Amerika nga ora, le ta themi, pasi njerëzit dalin nga puna, ora 6. Por deri tani është një trade I mirë. Sepse 2 herë të paktën që nga momenti kur ne e vendosëm ka bërë 2 rejections, megjithatë, siç thash, jam duke I shikuar në 1 minutë, so you're the best. A keni ndonjë pyetje tjetër? Good luck. Jo, unë do heq guys sa të ikin nga këtu, sepse e para njërë do kem punë, nuk do jem duke e ruajtur, e dyta, it's already duke na u munduar të na shkoj. Opa, e pe? Po thuaj se po na kap tipin. Po që të pi? Staplosin. So, no, për mëndja tipi, staplosin. Jo, akoma, mos na I ka kapur, akoma. Mos harroni, asnjëherë mos rrezikoni më shumë se 2%, 2% të akauntit tuaj, që edhe nëse jeni gabim, të paktën nesër mundet të shkojmë dhe të futemi përsëri. Part of the game, yeah, of course, part of the game. Nesër, mos u mbisni në orën 7, në ditën në orën do shihemi në Zoom. Edhe për well detector, yes, Endrit, kam dëgjuar, por megjithatë le të flasim sepse këtu do jemi së bashku. Nesër përsëri me Marsidin, me mentorin më fantastik për Smart Money Concept, kështu që ju dua të gjithë atje, shpërndajeni me të gjithë shokët, shoqet, linkun edhe Plongë shqipa, mos ndodhni shok. Po një skalp munduam ne, se nuk do rrim këtu gjithë ditën. Do ishte nice ta kishim bërë që në fillim në fakt të trading, ta dim për radhës tjetër. Ta bëjmë trading që në fillim. Të hym të kërkoj. Okay guys, I'll see you tomorrow. Kalofshi bukur, dëgjohemi. Vetes që do jeni nesër. Bye bye. Bye. Ciao. It is going down.